Përshëndetje të nderuar televizionistë të Akronis TV. Jemi këtë të premte në kuvend. Një kuvend që besoj do të jetë pak më ndryshe se herë të tjerë, sepse sa herë që thras autoritetet drejtues nga rajoni i Lezhës, unë i përkushtohem bisedes. Si çdo bisedë tjetër, po në këtë rast jam pak më kështu. Po njerëzit presin nga njerë, shiko, ky emision a sjell kritika, a sjell qasje pak më antikonformiste kështu, se i kërkojnë nga ne drejtuesit e emisioneve. Dhe normal që edhe kritika sjellim, por më pëlqen me bërë analiza të cilat në thelbin e vet prekin atë çfarë i duhet një komuniteti dhe cila është më e dobishme se sa kritika shpeshherë që quhen kritikat e bulevardeve të rrjeteve sociale. Kështu që unë kam thirrë sot kryetarin e bashkisë të Mirditës, du të them i detaj që filloi pak vonë të regjistrim në një orë të vonë, më ardh nga Rësheni, së bashku, për një shkak që do të them fillim të emisionit. Jam me zotin Albert Milushi. Mirë se erdhe zoti Milushi, është kënaqësi që kam kryetarin e Mirditës këtu. Është kënaqësi edhe për mua që jam sonte në këtë intervistë me Gjergj Markun, një nga gazetarët më të mirë të Mirditës së përtej asaj. Falenderoj shumë Bert për këtë. Shiko, e kisha menduar për ta filluar ndryshe. Një bisedë nga CV-ja, që do ta them pak më vonë. Por mua më pëlqen fakti kur një kryetar bashkie prek disa momente të cilat nuk duhet me ne gjithmonë heshtje. Edhe madje kur rrin heshtje në komunitetet që drejton, kjo tregon se nuk jem atë komunitet. Qoftë një target i caktuar. Dhe në këtë rast kemi të bëjmë me mirën e Spaqit, me protestën e minatorëve të Spaqit. Disa kohë pata menduar pse Berti nuk po reagon. E në fakt sot ti ke ardhur nga protesta që është protesta e fundit, që është bërë në mirën e Spaqit. Pastaj kam parë reagimin ton që ka qenë një reagim më me këmbë tokë. Ta thënë hapur dhe duhet që ta ndigjojnë dhe kushdo të ta ndigjojë. Domethënë në këtë rast unë kam ndjek edhe protestën, kam ndjek edhe qëndrimet edhe deputetëve, po edhe tuja si kryetari i bashkisë. Gjithsesi njerëzit duhen me ditë tani, ka qenë sot ishte protesta e fundit që u bërë tek fillimi i rrugës mundimeve. Ndërkohë që është thënë që nuk do ketë protestë më. Por, ndërkohë që është shpërndar protesta, ju keni pas një takim atje me drejtuesit e Tet Albania. A mund të japësh një informacion çfarë ka ndodhur në këtë takim që ju keni pas sot? Shiko, nëse duhet ta nis e ta shpjegojmë gjithë situatën, do ishte në fakt edhe më mirë edhe për shikuesit. U ban besoj diku te dita e 51 që minatorët e minjerës së Spaqit janë në një reagim, po themi, ose në një ngritje të zërit tyre për disa kushte që në fakt janë jetike në punën e vështirë që bën në minjerën e Spaqit. Dhe në fakt kur filloi nuk isha ndodha në një vizitë jashtë Shqipërisë, por me të kthyer në fakt unë vazhdova bisedime dhe diskutime me ta. Edhe pse isha jashtë Shqipërisë, unë bëra disa lëvizje në mënyrë që mos precipitonte në largime masive nga puna etj, për arsye që duhet të negocioshim disa gjëra që ishin të rëndësishme për vijimin e punës, sepse një kryetar bashkie duhet të ketë përgjegjësi në dy palë, jo vetëm të njërës palë që mund të jetë komuniteti ose grupi i punonësve që janë aty, por përgjegjësia e kryetarit të bashkisë është edhe për operatorët që operojnë në territorin e bashkisë. Dhe ligji në fakt është i qartë për këtë lloj ndërhyrje ose këtë lloj peshe që ka bashkia apo institucioni shtetëror në këtë lloj marrëdhënie. Që do të thotë operatorët që operojnë brenda territorit me gjithë legjislacionin dhe miratimit e lejeve në fuqi, ashtu sikurse jepen, normalisht që pushteti qendror dhe pushteti lokal kanë një detyrë dhe një përgjegjësi për t'i mbrojtë, për të kujdes që ato të ushtrojnë veprimtarinë e tyre në respekt të ligjit dhe të po themi të gjithë asaj që operojnë në territor. Ashtu sikurse është patjetër mbrojtja e interesave të
punojësve, të cilët patjetër që duhet të mbrojnë interesat e tyre dhe të jenë raport me ligjin që kompania i trajtojë ata në dinjitet dhe në kushte njerëzore normale të një pune që është realisht ndër punët më të vështira që ka sot jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Puna miniere është puna më e vështirë që njihet. Dhe nga ai kthim nga jashtë, unë pata direkt takimin e parë me minatorët në protestë, bisedova me ta, thirra dhe kompaninë në bashki, dhe aty filluan disa lëvizje, mendoj që u gjet një rrugë, për shumë arsye disa nuk e pranuan, por mendoj se ishte një ndër zgjidhjet më të mira që mund të jepej. Dhe kjo është domethënë pothuajse nga mesi i protestës që ndodhen, po. Dhe që pra kishin disa kushte realisht të realizuara me atë diskutim që bën, me ato negociata dhe takime, dhe që për shumë arsye, influenca nga jashtë e tjerë nuk u pranuan. Cilat ishin? Nuk negocioheshin dy nga pranimi i sindikatës, ose sindikata është elementi kyç që është në kodin e punës, është në ligj, është në kushtetutë, që sindikata absolutisht është e pranuar dhe e lejuar. E dyta është kontrata kolektive e punës, që vjen respektivisht direkt pas krijimit të sindikatës. Pra këto ishin të panegociuara. Ishin kushte që duhet kompania t'i pranonte, që organizimi sindikal brenda një ndërmarrje është i rëndësishëm për mbrojtjen e interesave të punojësve. Dhe ne negociuam kthimin në punë të atyre punojësve që ishin larguar nga puna. Sepse edhe vetë në ato qasjet që kompanitë kanë përgjithsisht, kanë kriteret e tyre në mënyrën se si i trajtojnë largimin apo kthimin në punë të punojësve. Dhe u pranua dhe kthimin në punë të gjithë punojësve të larguar, gjithashtu edhe atyre që ishin në protestë. Dhe ishte një kriter tjetër që plotësohej direkt pas këtyre, që do të thotë krijimi i sindikatës, përfaqësia e sindikatës tashmë janë palë me punëdhënësin. Që do të thotë ato përfaqësojnë punojësit e minierës dhe negociojnë kushtet e punës dhe pagat. Të dyja këto vinin direkt pas këtyre tre të parave. Dhe që në këtë moment kishin gjithë tagrin për të krijuar një përfaqësi të tyre të sindikatës dhe direkt në tavolinë për të çuar dhe për të përmbushur kërkesat që ishin normale, pra kushtet më të mira pune dhe nivel më të lartë page. Të dyja këto, pra në bisedim që kishim me kompaninë, ishin të realizueshme. Nga frustrime, ndërhyrje nga jashtë, presione, tjera, një grupi punëtorëve ishin dakord, një grup tjetër nuk pranonin, gjithsesi shkuan në realisht në një qasje që as pak nuk ishte e mirë, por që i bëri ata zgjatnin në kohë dhe disa javë tjera protestën. Ku erdhëm në ditën e sotme, e cila unë sërish u thirra nga punonësit, për qenë pjesë e këtij takimi, për qenë pjesë sërish e negociatave, dhe bashkë me generalin e nderuar të zonës. Me ditën që është nga ajo zonë? Që është nga ajo zonë, me 8 prengën, shkuam atje dhe biseduam që punonësit të kthehen në punë. Më elementare që kompania duhet të pranojë në këto kushte. Tani kjo bisedë që bëre, ishit ju, Deda, drejtues e kompanisë, edhe punëtor? Ta ishin dhe këto? Biseda e parë e ke pas në të ngushtë. Biseda e parë ishte më ngushtë, unë bashkë me generalin dhe një banori i Spaqit, që është edhe kryetari i fshatit atje, dhe përfaqësues të kompanisë me drejtorin. Para prake, bisedë para protestës, pastaj ram dakord që punëtorët gradualisht të kthehen gjithë në punë dhe që nga ai moment sindikata ose punojësit që kanë protestuar gjatë kohës të riorganizonin sindikatën dhe të vazhdojnë gradualisht me kontratën kolektive të punës
dhe pastaj me ato që i kemi jezarove dhe nga përpara. Pra që do thotë, pas kësaj, unë bashkova me punojësit, ju prezentova dhe njëherë i ka që biseduam, ju kërkova që t'jenë edhe ata në një tavolinë të përbashkët, të gjithë themi punojësit që kanë protestuar prej 52 ditësh, dhe të ishim në tryezë të përbashkët. Bashkia, kryetari i bashkisë, përfaqësues të kompanisë dhe të gjithë grupi i punëtorëve, që kemi qenë deri tani, pra para pak minutash që u kthym poshtë. Dhe që tani gradualisht gjithë punojësit do rekrutohen sërish në punë. Ju mendoni që gjithë punojësit apo do të ketë përjashtime? Tani, ajo që në fakt ne i kërkuam insistim është mos kishte përjashtime. Dhe nuk duhet ketë përjashtime. Ajo që kompania kërkon të plotësohet është, po themi, kuadri ligjor i dokumentacionit të punojësve. Që do të thotë, ata nuk janë më punojës të kompanisë prej afërsisht 40 ditësh, mos ka bëj që janë nga larguar nga puna. Tani ata duhet ripërsërisin, po themi, kontratat e punës. Ato kontratat e zakonshme që kanë dorë. Kontratat e zakonshme, dhe pastaj vjen element tjerë të sindikatës dhe kontratës. Si e shet tani pak a shumë ti? E shet që do bëhet kjo, apo do të ketë sërish këto grupime? Ndoshta duke qenë se prej 52 ditësh kompania nuk ka operuar, ka krijuar disa vakanca, problematika, të cilat do duhet të zgjidhen këto kohë, unë mendoj që gjithë punojësit do kthehen. Me paktën me bisedën që bëm me kompaninë, të gjithë punojësit do kthehen në punë, nuk them që do kthehen të gjithë në një ditë, por ama sipas nevojave të kompanisë, të gjithë ata punojës janë prioriteti kryesor për të marrë në punë. Pra nuk do të ketë punojës tjerë për te këtyre, por do rimerren këta cilët kanë qenë gjatë kësaj kohe në protestë. E di pse të mbajtja kaq gjatë në këtë gjë, sepse realisht do të kuptojnë komuniteti ku janë, do të kuptojnë që përfaqësuesi i tyre është kryetari i bashkisë. Kryetari i bashkisë është iniciativi, pra po marrim kështu dhe gjithmonë gjërat nuk duhet t'i bëjmë thjesht përmes rrjeteve dhe gjithmonë me disa qëndrime shpeshherë që janë alogjike, por ata kur shohin që një kryetar bashkie, për shembull, e bën këtë punë, mase vjen dhe besimi, dhe kjo është arsye që unë, me thënë drejtën, i pëlqej zgjidhjet dhe për këtë të uroj për mënyrën, sepse ka ditë që ne kemi folur edhe bashkë. Unë i kam pa ato 4 pikat ka disa kohë, por ishte situatë ndezur që nuk mund t'ja u thoshe me shumë kështu. Edhe uroj që të zgjidhet kjo punë. Unë mendoj që puna e përditshme nuk është vetëm thjesht ajo aparenca në media, apo ajo çfarë pasqyron nëpërmjet rrjeteve sociale. Përgjithsisht njerëzit tashmë janë të orientuar drejt rrjeteve sociale, por unë si natyrë të paktën nuk e kam në atë punën time të përditshme që ato punët që bëj i kap në ato këndet e ndryshme që ti pasqyrojnë rrjetet sociale. Qoftë para këtyre bisedave, qoftë gjatë gjithë këtyre, që po themi gjatë një muaj e ca që ata janë në protestë, unë kam qenë vazhdimisht çdo ditë në kontakt me ta. Qoftë në momente të caktuara me punojësit, qoftë edhe në rrëshan, kur ata ktheheshin nga protesta, uleshim, bisedoshim, si do gjejmë mekanizma zgjidhje, si mund të zbusim situatën. Shiko, ideja është dhe problemi është këtu. Nëse aty protestonin 76 punonjës, brenda ishin, kjo është përgjithësia dhe një titullari, nuk është thjesht të orientojmë këta 56 punojës, 76 punojës të punojnë. Është orientimi se brenda asaj kompanie po punonin edhe 170 tjerë. 170 familje tjera që shkonin për ditë në kompani, nuk bënin as si punë sepse ishte bllokuar e gjithë vëmendërja e kompanisë, dhe nëse ajo kompani do mbyllej, nuk mbyllej vetëm për 76 aty që protestonin, po mbyllej edhe për 170 tjera që ishin brenda kompanisë që prisnin çdo ditë të ktheheshin dhe ishin pjesë e përditshme e punës. Dhe ajo kompani nuk ka pak punojës, pra ka mbi 280 punojës që janë po themi mbi 90% mirëditor. Dhe ka një ndikim jashtëzakonisht madh në jetën e përditshme mirëditor. Dhe vetëm nga një studim në shifra minimaliste që kemi bërë, janë jo pak, por janë afërsisht rreth
500 milion lek në muaj që konsumohen dhe shpenzohen brenda mirëtimit. Të thot, me paga, me nën kontraktor, me operator tjerë që bëjnë furnizime, me ushqime, me gjitha këto, pra janë një vlerë goxha lartë që qarkullon dhe lëviz atë ekonominë e vogël. Po kjo është zoti Milyushi, kjo është e rëndësishme, unë shpeshherë, unë si gazetar me eksperiencë dhe i vjetër, unë gjithmonë i kam kërkuar këtë gjë, që të ketë konferenca shtypje, të ketë shumë, se njerëzit nuk i dinë këto gjëra, duke mos i ditë të, atëherë marrin thjesht një gjykim pak më empirik. Atë të kam një detaj, në ditët e para të punës time, në vitin 2023, koincidoi me një protestë po kemi minier me punojësit tashmë të fabrikës. Aty ka dhe fabrika dhe miniera. Dhe pikërisht kishin për këto, për kushtet e punës, për pagat më të larta. Dhe që normalisht dera e parë që hapet dhe kërkohet është dera e bashkisë. Me drejtë është institucioni i parë që është vendor dhe që aty përgjithsisht edhe qahen halle dhe diskutime. Dhe një profesi aty punojësve merret në zyrë. Dhe kur unë i pyes se cila është si trajtoheshin, me çfarë pagë trajtoheshin, punojësi me pagën më të ulët merrte më shumë se sa kryetari i bashkisë. Dhe ne duhet kuptojmë edhe kushtet që është ekonomia lokale. Por nëse në territorin e bashkisë, të gjitha institucionet, të gjitha kompanitë që operojnë, apo bizneset private, pra nuk ka një ekonomi në rënje, duhet përkushtohemi gjithë që ajo të qarkullojë dhe ajo të rritet. Dhe jo të trystojmë apo të frustrojmë që paga ime është me ulët se e iksit, pa të futim në detaje që s'janë as pak normale për të diskutuar. Ama kishin disa drejta që ishin të panegociueshme. Jetërsia në punë do të jetë nga momenti që një punëmarrës merr punën, nuk mund ta ketë pagën barabartë me një që ka 10 vite që punon aty. Pra, kishte disa problematika të cilat realisht i zgjidhen brenda 2 ditëve, dhe që nga ajo ditë fabrika punonte absolutisht në bazë të gjithë normalitetit të saj, dhe që gjithë punojësit tashmë filluan të trajtoheshin jo në mënyrë barabartë, por në mënyrë të progresive, ashtu siç realisht edhe ligji e kërkon. Nëse ti je sot dita e parë e punës, nuk mund ta kesh pagën barabartë me një që aty është prej 10 vitesh, ka 10 vite eksperiencë, ka 10 vite mund djerës që punon aty. Normalisht që mbas ligjit është 20 vjetërsia punës dhe 2% e pagës çdo vit rritet gradualisht. Dhe kjo është edhe ajo që ju kam kërkuar edhe sot kompanisë, që vjetërsia të njihet. Okej, edhe shikuesit e kanë marrë thelbin e asaj që realisht ju keni shpalosur edhe sot. Tani, të kthejmë se do bisedojmë pak më shumë edhe për kryetarin e bashkisë, për Albert Milyushin. Dhe të kthehemi pak tek CV-ja. Ti ke marrë shkollën e mesme ke lind në Malaj. Malaj. Në fshatin Malaj. Fshatin Malaj. Dhe ke marrë shkollën fillore, 8 vjeçare, pastaj të mesmen e ke marrë aty në Malaj. Në Malaj. Pastaj ke vazhduar shkollën e lartë në shkenca sociale, në Shkodër. Ke marrë bachelorin, ke marrë masterin në Tiranë. Në Tiranë. Pastaj ke kaluar, ke qenë mësues në gjimnaz për shkenca sociale, edhe tek shkolla profesionale. Po, kam punuar për 2 vite, 1 vit e gjys, 2 vite në gjimnazin e Rrëshenit, pastaj me një shkputje të vogël për afërsisht 5-6 muaj, kam vazhduar në shkollën e mesme profesionale në Rrëshan, ku aty fillimisht kam vijuar me profilin tim, dhe pastaj kam qenë drejtori i shkollës për gati 7 vite në atë shkollë. Shkollë profesionale. Shkollë profesionale. Do të ka shërbyer ai modeli i shkollës profesionale, sepse ishte një model miksimin mes asaj modeli shqiptar dhe modeli italian me ranovapesin gjerman etj. Më ka shërbyer është të bën ajo paga shumë. Mendoj që ka ndikuar tek ajo që ti ke sot në profilin e menaxhmentit të qeverisë vendore? Besoj se po, sepse ajo është ndër shkollat jo vetëm në rajon, po mendoj që në Shqipëri mund të kategorizohet një ndër shkollat më elitare. Dhe aq më tepër që ajo menaxhohej absolutisht nga një grup shumë i mirë, që
kishin sjell aty një risi, një frym, themi europiane të shkollave. Dhe qoftë në mënyrën se si trajtoheshin nxënësit, qoftë në rregullin dhe në mënyrën se si mësuesit duhet të transmetoheshin dije tek nxënësit, apo qoftë edhe tek rregulli i brendshëm në mënyrën se si duhet ishin marrëdhëniet mes mësuesve, nxënësve dhe prindërve. Dhe kjo aty ka qenë, po themi, eksperjenca më e bukur që mund të kem kaluar në punën time, pikërisht sepse ajo ishte një shkollë elitare edhe që kishte këtë lloj fryme të shkollave europiane. Okej, dhe më pas e vazhduar, që të paktën mora vesh, që vazhdon një mastër në drejtësi. Kjo është thjesht për... Jo, kjo është e rëndësishme, sepse kjo të shërben. Realisht të shërben, drejtësia të shërben shumë qeverisë vendore. Në çdo lloj qeverisje, në çdo lloj drejtimi. Njeriu kërkon gjithmonë më shumë nga vetja. Por edhe në bazë nevojave që ose atyre që i paraqiten kërkon të thellojë qoftë studimet, qoftë nevojën për të arritur aty ku ai dëshiron të shkojë. Edhe për faktin që disa njohuri, ndoshta nga ajo që unë kam nisur tani, është fakti që i kërkon edhe shumë edhe vetë puna për punat që në bëj sot, ndoshta më kërkon më shumë njohuri edhe asaj fushë, por edhe për ta pasur për njohuri tjera për vete, është diçka. A bën një analizë meditative kur se ti e ke filluar shkollën e lartë 2006, ndisha kështu, ëh? 2006 pastaj ke vazhduar sot. Për ta shpun veten para 90-s. Albert Dot Mylyshi. Domethënë që vjen nga një familje e përsekutuar. Edhe shpesh herë është konsideruar si saga Mylysheve. Është një nga librat më të mirë të Albanës. Dhe a mendon që dhe thu kam pas fatin e madh, domethënë sepse unë linda më vonë, sepse çfarë do kishte ndodhur me Albert Mylushin, që do të kishe aspiratën për të shkolluar me radhë kur atë shkollim s'do kishe para 90-s. Unë kam thjesht për ta menduar sepse sot ku isha? Isha në një vend ku po diskutonin për disa problematika, disa punojësve të cilët punojnë në minjerë. Babai im ka punuar për rreth 20 vite në minjerë. Pra në punën më të vështirë. Dhe fati i familjes time për ato 45 vite ka qenë realisht tek ku janë punët më të vështira. Atë do kisha pas edhe unë atë kuptimin e politik, se ashtu ishte orientimi i komunizmit, dhe familja ime, qoftë babai, qoftë kushrinjt, axhallaret, gjithë kanë punuar për gjatë asaj periudhe në punët më të vështira që kishte sistemi. Pra, Albert Mylyshi para 90-s do kishte qenë ndoshta do kishte pas po të njëjtin fat si babai, si familja, si anëtarët e tjerë të familjes. Ti vjen nga një prind i cili që fëmijë është rrit në internime. Është rrit në internime, domethënë dhe dihet se si ka qenë bota e internimit, madje shpesh herë konsiderohet si shumë më e ashpër se sa bota e burgut, domethënë. Po ashtu dhe familja, edhe tjerë më radhë. Por unë kam vënë re diçka në gjithë artikulimet tuaja. Për shembull, i re me shumë kujdes, për shembull, sepse Mirdita ka disa ngjarje që nuk i ka një krahin tjetër. Ka disa ngjarje që shpesh herë kanë ndarë me thik Mirditën. Po marrim ngjarjen e Gushtit të 49-s, që pothuajse e ndan me thik Mirditën. Një ndan u vra Bardok Biba, ndan tjetër u pushkatuan dhe u hodh një varr masiv, 14 tjerë, ndërta ke edhe njeriu tan aty. Por kam vënë re një artikulim më të paqë, më ndryshe, se sa mund ta bëjë një tjetër i cili për shembull jo se them vjen nga bota e asaj çfarë ka ushtruar një anë represive, të goditje represive ka kështu, por nuk e di, më duket sikur du të kesh thënë ndonjëherë me veti, po mirë më për diskutimin tim, atë që ka vuj familja ime, s'ma kanë borxh gjenerata sot me dhe unë du të punoj me një mendësi tjetër si kryetar bashkie? E ke thënë te? Dhe apo vepron kështu? Shiko, unë e kam menduar këtë. Sepse ndoshta
ndoshta në bisedat saktuara edhe para se sa të isha kryetari i bashkisë, po edhe pas jam zgjedhur kryetari i bashkisë, është hapur kjo plaga e vujtjeve të familjes në kohën e komunizmit, apo edhe gjaku i derdhur i familjarëve të mi, qoftë i gjyshit, i agjës, të tjerë që janë pushkatuar, apo të tjerë që janë internuar, babai në internime të tjerë. Në të qenërit në pushtet, është më thjesht të përdorësh, po themi atë mekanizmin e ashpër dhe kopijimin e asaj që ka ty dhe familjes tane mund të ketë ndodhur qatë. Dhe mund të ishte shumë e thjesht të ishe agresiv, të ishe deri në ato limitet që të lejohet, por të ishe, po themi, i ashpër në qeverisjen tënde. A është ky modeli? Unë këta kam menduar, sepse nuk mund të jetë modeli të cilin mund të jetë trajtuar familja ime për gjatë regjimit komunist, qoftë në ato punët e vështira të cilat i kanë degdisur gjatë sistemit, dhe nuk mund të merrsha atë model dhe nuk mund të merret ai model në një kohë demokracie, në një kohë që brezat kanë evoluar, kanë ndryshuar dhe që përqasja duhet ndryshoj, që do të thotë mendësia duhet të jetë tjetër. Ne jetojmë në kohë demokracie, jemi të barabartë përballë ligjit, jemi të barabartë në gjithë jetën normale, sociale dhe ekonomike, dhe në këtë prizëm njerëzit duhet trajtuar me dinjitet përtej asaj që mund të ketë ndodhur para disa vitesh. Dhe duhet të jetë modeli që të përqohet edhe për brezat që vijnë, se nuk është thjesht edhe sot. Dhe u gjende sot në pushtet përballë një kohe shumë të vështirë që familja jote ka kaluar, dhe që ti do të ripërsërisësh disa elementë që nuk janë të kohës, por edhe që nuk i shërben modelit të asaj që duhet të ndërtojmë në të ardhmen. Pra, përgjithsisht, unë kur kam qenë fëmijë, ose kur isha dhe në qenë shkolle, modeli im ishin, po themi, element pozitiv të shoqërisë. Qoftë mësuesit, të cilët më jepnin mësim, njerëz të cilët gëzonin reputacion në shoqëri, pra ishin modelet më të mirë të shoqërisë. Sot nuk mund të jem unë modeli më i keq që nesër mund të sjellin të rit për ta vendosur në jetë. Dhe në këtë mënyrë nuk mendoj se duhet të ripërsërisim skena të cilat nuk i shërbejnë sot në demokraci shoqërisë, dhe aq më tepër që të bëhesh model për të rit, model negativ në sjelljen tënde. Okej, shkojmë pak te fakti me ardhim si kryetar bashkie. Tani ti je kryetar bashkie në Mirdit, je ndër kryetarët e rrallë në Shqipëri, domethënë të kahut opozitës, e kupton? Edhe por nuk është se unë e them dhe hapër, jo them dhe herë edhe në komente që kemi miqtonë, për shkak, them dhe herë se nuk është ndonjë tazam që fjalë vjen puga, kam respekt për pugën edhe për rrogun, edhe për hiljen e fushazëve me radhë, por nuk është se bien shumë peshë, por që kanë shumë peshë, paktën në sentimentet që njerëzit kanë në gjykimet e tyre, pak simplise, por shumë ndodh, ndërsa Mirdita ka peshë. Nuk ka njerëz, por ka peshë. Ka peshë historike, ka njëra tjetër me radhë. Edhe nuk e di, nga herë thonë njerëz si erdhi Berti. Në fakt, i vjen si një figurë përbashkuese, mbrana koalicionit që patë, po ditë me lujt me këto numrat që kishe, sepse kemi një koalicion shumë të zgjeruar, i cili në fakt nuk u arrit në politikën e madhe. Edhe është thënë kjo, nga herë i dedikohet të gjithë asaj familjes politike që ka në Mirdit, edhe familje politike që janë aty, po faktikisht ta dedikojnë shumë të. Sepse ishe gati për të bërë kompromise të tilla që ishin shumë të vështira për të bënë Tiranë, do u bën aty, dhe pastaj do të pyes sa funksionon tani sot. Shiko, realisht
ato ditë dhe ishin më të vështira të Partisë Demokratike, të paktën edhe në degën e Partisë Demokratike në Mirëtit. Partia e përqam, qoftë nga qendra që shtrihet pastaj në bazë, dhe që gjithmonë demokrat kanë atë natyrën e tyre të rebelimit që nuk e fshehin dhe reagojnë, dhe dega e Partisë Demokratike ishte e ndarë në dy grupe. Dhe që në fakt nuk më ta them se mund të isha vetëm unë personi përbashkues, mund të ketë edhe figura, mund të ketë pas edhe figura tjera që mund ta përbashkonin, por që i ndodhur në atë moment, në atë situatë, që në ato takimet e përditshme të demokratëve që ne bisedonim se si mund ta ringrinim, si mund ta forconim, si mund ta bashkonim, ishte një element përbashkues që realisht një pjesë e madhe e tyre më frymëzonin që ta merrja përsipër. Dhe këtu nisi rrugtimi për ta forcuar Partinë Demokratike jo si pretendent për bashkinë, por si një kryetar i Partisë Demokratike të degës. Sepse ti ishe kryetar i partisë. Në fakt u zgjodha kryetari i Partisë Demokratike. Dhe zgjedhja në krye të Partisë Demokratike të degës Mirëditë bëri që një farë mënyrë të përpiqeshim gjithë bashku për të zbutur këtë lloj lufte të brendshme që ishte, dhe që synimi për të parë pastaj zgjedhjet elektorale që vinin. Asnjëherë në kuptimin që duhet isha unë, por që e para ishte të forcoj Partia Demokratike. Dhe kjo në fakt u arrit me shumë negociata, diskutime, ulje, ngritje, edhe që arritëm të krijonim një grup stabil po themi që mundi të dalë për te vetës dhe të pranojë realitetin e njëkohësisht të shohë ajo që ishte më e rëndësishme të shohë zgjedhjet e ardhshme. Sepse një forcë politike synimin e ka që zgjedhjet e ardhshme të jetë fituese. Pastaj në atë që zihen brenda partisë, zgjedh ato që mendon që mund të arrijë me të fitojë zgjedhjet. Në këtë mënyrë filloi edhe gjithë kjo. Ulem edhe me grupet, diskutuam, gjetëm mekanizmat të përbashkët dhe frymë të përbashkët, arritëm të nxjerrim një emrim të përbashkët që në fakt aty ndoshta ishte edhe tjerë, por që e pranuar që t'isha unë. Ishin primaret që në fakt vendosën demokratë, dhe kjo ishte elementi më i mirë që ndodhi në Mirëditë, por në disa tjera bashki tjera, pra që antarësia Partisë Demokratike zgjidhte vetë cilët ishte kandidati për kryetar bashkie. Pati shumë figura që kandiduan, ashtu sikurse kanë ambicet e tyre, dhe që për zgjedhja demokratëve isha unë. Atëherë kisha peshën të përgjegjësinë që sërish të ulesha, po edhe me kandidatë të tjerë, edhe me gjithë spektrin edhe për te Partisë Demokratike, me qytetarë e tjerë që në një kohë relativisht të bollshme për fushat, pra nga dhjetori 2022 deri në maj 2023, pra ishte një kohë e bollshme për fushatën elektorale, për të takuar qytetarët, për biseduar me ta, dhe që konkludoi pastaj në fitoren e zgjedhjeve të majit 2023. Okej. Nga i moment se është një pyetje që ta bëj pak më vonë, shumë drejt për drejt. Domethënë që ka të bëjë pastaj edhe me atë se çfarë ngjet, se nga pjesa e parë, domethënë është mujmjaltit. Mujmjalti është edhe në pikpamje politike, shumë, dhe pastaj vjen pjesa tjetër e realizimit, se njerëzit duan me pa realizime në vendi. Kjo është. Nga jo çfarë sheh ti me ardhin, në moment që erdhe kryetari i bashkisë deri sot kur bën një bilanc, a mendon që e ke risiku besimin e qytetarëve, besimin plebiscitar të qytetarëve? Shiko, ky kryetari i bashkisë është një administrator. Pra, administron në territorin e tij, në kufit ligjor që jep ligji, administron ato burime të cilat ka në njësinë e vetë qeverisë vendore. Dhe që përpiqet që të realizojë disa synime të cilat mund të jenë
personale të kryetarit bashkisë, a mund të jenë, po themi, opinione, dëgjesa, diskutime me qytetarët për të arritur për të konkluduar. Normalisht që Mirdita ka pafund nevoja. Unë nuk jam as pak i kënaqur në kuptimin e asaj me them drejt me punën, se duhet të ketë doja ta mbyllja brenda mandatit të mbyllja që ka nevoja, po është përtej është e pamundur. Por që në kuptimin e vijimësisë unë jam i kënaqur, sepse realisht po të shohësh me një buxhet që ka Bashkia e Mjërtit, po të shohësh me ato të ardhur që mbledh Bashkia e Mjërtit, janë mirë menaxhuar, janë mirë menaxhuar dhe janë shumë më eficiente në shërbim qytetarëve se sa mund të ishin. Po të marr vetëm një element. Marrim taksat vendore, tarifat vendore. Në vitin 2023, të ardhurat në Bashkinë e Mjërtit ishin 58 milion lekë të reja. Të reja, po. Në 2024? Në fund të vitit 2024, pra në vitin 2024, 810 milion lekë të vjetra, po thënë, ose 81 milion lekë të reja. Pra, në kushtet ekonomike që Mirdita ishte, realisht dhe që është, kuptimin që është varfëri, është mungesë, po themi një ekonomie të fortë, të arrish të mbledhësh më shumë të ardhur është sfidë. Pra jemi në 2024 kjo. Pra, në 2024. Janë mbledh 2024. Në 2024 pra kemi 81 milion lekë. 81 milion të reja të mbledhura. Synimi në 2025 është 85 milion lekë. Po. Që jam i bindur që shkojnë. Janë shtu bizneset? Nuk janë shtu. Është shtu kontrolli? Është shtu kontrolli. Është vendos një standard që do të thotë rregullsi në kuptimin e pagesës së taksave. Operatorët që operojnë brenda territorit paguajnë faturën në përputhje me ligjin aq sa ju takon paguajnë. Nëse më përpara mund të kishte evazion fiskal, që paguanin, po themi, gjysmën e asaj që duhet që paguanin. Që reflektoheshin nga bilancet? Po, dhe që sot, pra, secili operator që operon, qoftë biznes, qoftë kompani e tjera, që operon brenda territorit, paguan në mënyrë eksplicite aty që konsumon brenda territorit tonë. Që do të thotë, nëse ka një parcel me qira të një fondi bujor, nëse ka një sipërfaqe të caktuar të një territori, paguan pikërisht ato që përdor. Okej, 800 milion ndikojnë domethënë në shërbimet? Po them 800 milion me vjetra të flasim me. A ndikojnë së do pak se mirë, se një investime thelbësore është pak vështirë ndikojnë. Po në disa gjëra zgjidhje po. Pra në një vit të rrisish me 23 milion lekë. 23 milion lekë të reja buxheti nuk është pak. Po sepse mua më pëlqen numeracion, domethënë kur bën analiza bilancore, jo vetëm shifra, po edhe në projekte, dhe unë kam marrë pak këtu nga viti 2024. Edhe të drejtën, nga që unë jam marrë pushtetin vendor, projekt kështu, dhe gjithmonë nga basan se pse nuk ka bilancë, pse nuk shkruhet, pse nuk thuhet, pse nuk bën, kjo me radhë, dhe pas 2024 e pas shumë, ku thoni janë kryer ndërhyrjen përmirësim me shtresë asfaltike në disa nga rrugë kryesore qytetit të Rrshenit që ka mbaruar tani me parë fabrikat pothuajse ka mbaruar gjitha kjo. Bloku filan është ndërtuar mbrojtja lumore nga Projezo, fshati Njezo, në moment që filloi që u krye, dhe kjo janë projekte që janë marrë me FSHS. Apo janë projekte që janë edhe me dikim? Janë të alternuar, sepse jo të gjitha janë të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, një pjesë janë të Bashkisë, një pjesë janë të projekteve që janë miratuar. Që ti themi, janë kryer punime gjitha njësitë administrative për mirëmarrjen e rrugëve, duke parë ato që vinë nga emergjenca me radhë kështu. Këto janë kryer me shërbimet të Bashkisë dhe me financimet bashkisë, apo janë financimet e emergjencës? Buxheti bashkisë është... Du që ti prekish sot, Berti, ti prekish pak... Buxheti bashkisë është i përmbledhur në dy komponentë. Të ardhurat që vjen bashkia dhe pushteti vendor mbledh, dhe granti që merr nga qeveria. Dhe bën një shumë që është buxheti i bashkisë. Dhe ky buxhet ndahet në tre komponentë të rëndësishëm, që janë pagat, janë
shpenzime operative që vetë bashkia kryen dhe investime. Dhe ky buxhet sot, nëse deri dje për shembull shumë pak shihej në pushtetin lokal, pra që vetë bashkia të investonte, sot bashkia përpiqet të operojë me buxhetin e saj dhe të kryejë investime. Deri dje mbuloi vetëm paga dhe një pjesë e shpenzimeve operative. Tashmë ke zëra të fortë në buxhet në investime. Pra, ke investime në infrastrukturë rrugore, ma atë mundësi sa kemi, po, ama ke po themi, fshati Njezull, rrugë rehabilitim të lagjeve në qytetin e Rëshenit, në Rubik, në Ndërfana, pra janë projekte që janë me buxhetin e bashkisë. Pra që aty e kishim fshatin Njezull. Për 35 vite nuk u prek. Pra me buxhetin e bashkisë u bë ajo. Me buxhetin e bashkisë edhe rruga e Ndërfanës, me buxhetin e bashkisë edhe përmirësimin i pjesës të madhe të lagjeve të qytetit. Me buxhetin e bashkisë rruga e Repsit, pra hyrja e Repsit për dalë në qytet. Pra këto janë me buxhetin e bashkisë. Janë disa projekte tjera të cilat i kemi fituar me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, që janë shtresë asfaltike në riparimin e disa lagjeve të tjera në qytet. Patjetër që ke sërish me buxhetin e bashkisë ura që janë që lidhin shumë fshatra, shumë zona, qoftë në njësinë administrative Kthell, në Fan, në Rubik, pra po që janë me buxhetin e bashkisë. Pra që të thotë, buxheti i bashkisë është më operativ në, po themi, në përfshirjen, në nxitjen dhe në realizimin e disa nevojave, nuk mund të them të mëdha, sepse nevoja që ka bashkia ka lënë çdo lloj kapaciteti të burimit financiare, por ama që janë disa investime që bëhen me buxhetin e bashkisë. Okej, që të vazhdojmë me këtë rritje, mos rrim thjesht vetëm te këto, domethënë, pra ne mora 2024-ën, e mora në një prerje, një profil, domethënë profil shërbimesh, sipas sektorëve që janë, edhe këtu desha të ndal, domethënë sepse më vonë do të kemi një diskutim së bashku sa i përket projekteve të cilet quhen projekte të mëdha që bien syt njerëzve që janë rrugët e fshatrit, janë rrugë të tjera me radhë, dhe në këto projekte sa janë bërë deri sot dhe sa janë cilat janë çuar nëpër tavolinat e ministrive, qoftë janë thënë dhe kryeministit, janë thënë të tjerë, por duke qenë një bashki e krahut tjetër politik, siç ndodh në Shqipërinë tonë dashur, nuk janë financuar. Gjithsesi të rrim te kjo pjesa, domethënë kjo pjesa sa bën ti, sa bën do mbrana thesit tanë, thesit që ka vetë bashkia, kjo është ideja. Edhe marrim te kujdesi social, për shembull, që thonë kështu sektori i ndihmës ekonomike e tjerë, thotë me këto, me Caritasin, me Vision UEF, me qendrën e Del, me motor organizacione, u vjen ndihmë familjeve në nevojë, në zbatim të një tjetër programi për vitin 2024 janë trajtuar 125 familje bonus qiraje. Kështu, këto janë nga të bashkisë. Apo janë bashkëpunime? Janë në bashkëpunim. Janë bashkëpunim, okej. Këto janë pjesë edhe te arsimi, janë furnizuar pajisje kancellarisë gjitha shkollat e, janë vendosur kamera sigurie, gjitha godinat e tjerë. Po janë këto që më shumë, janë rikonstruktuar nyjet sanitare në shkollat Reps, Rubik e tjerë, për ndërtohen me tjerë në Rubik, është riparuar vazhdimisht sistemi i kaldarit dhe garantuar. Domethënë, këto shërbime të për shkolla janë shërbime kanë njohur rritje në krahasuar me vitet tjera? Shikoj, këto janë shërbime që bashkia i kryen, janë detyrime të pushtetit vendor, ka qoftë arsimit parashkollor, qoftë shkollave në tërësi, që i kryen bashkia. Normalisht që, kur themi granti, që marrim nga qeveria, vjen edhe si grant i ndarë në sektore, që janë para të cilat janë të orientuara drejt arsimit, janë të orientuara drejt themi shërbimit social, janë të orientuara drejt bujqësisë, pra janë projekte së bashku me investime, me para që përpiqesh të mbulosh këto lloj shërbimesh dhe nevojash që kanë qoftë shkollash, qoftë bujqësia. Po themi vetëm në bujqësinë, janë afërsisht vetëm për vitin 2025, janë afërsisht gati 10 milion letreja që janë po themi blerje dhe riparime të vijave vadice, të kanaleve vadice. Të shpërndarë këto në të gjithë mirëditën. Dhe kjo gjithmonë në bashkëpunim me komunitetin, sepse jo të gjitha mundet të ka bashkia. Dhe
shpesh kemi operuar duke bashkëpunuar me banorët. Unë i furnizoj dhe i blej me bazë materiale, qoftë tuba për vija vadice, qoftë qimento dhe element tjerë të ndërtimit, dhe bashkëpunojmë me vetë banorët që ata pastaj të duke i ndjekur, duke i operuar, duke i udhëhequr edhe bashkia që të mbyllen disa nevoja, nuk them shumë sepse nevoja ka pafund, por them që përgjithsisht i bëjmë bashkëpunim me komunitetin. Okej, një shërbim tjetër që duhet ta them sepse ka qenë problematik domethënë, ka qenë edhe mbrojtja nga zjarret. Në fakt vazhdimisht je pa në përpyet. Ke qenë së bashku me ata, por nuk u realizu ky projekti, dhe është i çuditshëm, unë kisha ide që do realizohet ky stacioni i ri të zjarrfisë. Por gjithsesi me kaq sa pagën gjatë kësaj kohe ju keni bler një automjet për MZSH-n. Edhe thot, kemi ndërhyrë në 2024 94 raste me radhë, por realisht keni arrit ta mbani në kontroll dhe a mendon që duhet fuqizohet ky sektor? Shiko, sektori i MZSH-s ose i mbrojtjes nga zjarri është ndër sektorët më operativ realisht. Dhe janë të gjithë punojës të dedikuar dhe janë punojës që në fakt kanë edhe motivimin e dur, kanë edhe eksperiencën e dur që janë lartësinë e dur të detyrës tyre dhe në fakt mendoj që kemi arritur realisht me sukses që të mbrojmë maksimalisht pyjet, mirëtia përbëhet nga pyje. Pra, mbi 90%, pra po themi është ka një gjë interesante dhe ajo është pasuri. Po pra, po ka një gjë interesante se kur bëj një krahasim, për shembull kanë vure që në mbrojtjen e pyjeve më radh, domethënë si natyra jote, natyra e Bertmelyshit, me ata që kanë qenë emergjenca civile janë qas, janë afrohet, kanë ndihmu, ndryshe nga ajo që ka ndodhur me projektet e mëdha, Po, aty po. Në fakt kam pas bashkëpunim. Jo kanë vure, sinqerisht kanë vure. E them do. Tek kjo kam pas bashkëpunim shumë të mirë me emergjencat kombëtare të mbrojtjes civile. Po. Dhe aq më tepër që kemi edhe Benin atje. Po, është e rëndësishme pas janë mirë ditor. Grahina, pra. Po, realisht kemi pas bashkëpunim shumë të mirë. Dhe po themi ti përmendë 94 raste zjarri, po po them që shpesh pjesa më madhe tyre janë me dashje. Po them vetëm një rast, në një fshat ne kemi qenë mbi 35 herë brenda një muaji. Vetëm për zjarrvene të qëllimshme. Dhe eficienca e tyre, e punojësve të shërbimit të zjarrit, realisht ka bërë që të mund të ruajmë një farë mënyre. Unë mendoj që e kemi arrit me sukses dhe mund të jetë realisht sukses që kemi arrit të mbrojmë jo vetëm pyjet, por për shembull si vjet kishim rastin zjarrit në Vel, që ishte i rrezikshëm për banesat, jo vetëm për pyjet. Dhe që unë mendoj që aty është bërë një punë shumë e mirë dhe vazhdon të bëhet një punë shumë e mirë nga shërbimi i zjarrfisë, edhe pse kemi pas krah edhe emergjencat kombëtare të mbrojtjes civile. Tashmë besoj se kemi arrit të shkojmë tek realisht dhe duhet shkojmë te numri që duhet të ketë stacioni zjarrfiks, sepse Mirdita ka 867 km2, që po marrim edhe numrin e popullsisë, autostradën që kalon përmes Mirditës. Kërkon një grup dhe një numër të caktuar punojësish të shërbimit zjarrfiks. Dhe sot ka disa javë që kemi marrë miratimin që numri do të shkojë në raport me kilometrat katror, do shkojë në raport me popullsinë dhe do shkojë në raport me gjithë nevojat që ka po themi Mirdita. Pra do arrihet numri standard që duhet të ketë shërbimi zjarrfiks. Ata punojnë dhe jashtë po themi orareve, për shkak të numrit të limituar të punojësve të zjarrfiksës, sepse Mirdita në proporcion me këto që përmenda, qoftë sipërfaqen, qoftë numri i popullsisë, apo qoftë edhe autostradën, rrugën e Kombit që shërbimi zjarrfiks është i pari që shkon në për aksidente, duhet të ketë numri 21 punonjës, që deri sot është 14. Pra, bashkë me 2 drejtuesit, shkojnë 16. Pra do të thotë që numri do të shkojë aty ku realisht
besoj që do të jetë edhe shërbim më i mirë në vitet e ardhshme. Du me shku tek bashkëpunimet. Te bashkëpunimet edhe që kanë lidhje me punën, me punimin e tokave, me njëra tjetrën dhe projektet e ndryshme. Përse fjala vjen kur nuk të hapet një derë, dhe kjo ndodh rëndom. Unë nuk po them tani, edhe prej vitesh, kratë politik kanë ndikime të jashtëzakonshme në proporcionalitetin e investimeve që çojnë në për rajonet ndryshme, por kur nuk të hapet një derë, kërkon një derë tjetër, të hapet dera e qeverisë, një derë tjetër. A je munduar për ta gjetë këtë derën tjetër? Kur e ke pasur se s'kam gjetur tek qeveria, të gjej derë tjetër dhe ku je qas? Shiko, ne kemi një grup shumë të mirë të projekteve me Bashkimin Evropian. Kemi 2-3 projekte shumë të mira me Bashkimin Evropian. Cilat janë? Po na i thuj që ti di njerëz. Njëri ka të bëjë me panelet fotovoltaike, dhe që do të thotë që Bashkimi Evropian do arrijë të mbulojë mbi 80% të konsumit të energjisë elektrike që ajo ka sot, dhe që do të mbulojë. Që do të bëhen apo janë bërë? Patjetër do të bëhen. Besoj brenda 2026 të mbyllen. Mbyllen, po, dhe 80% nevojave? 80% nevojave që bashkia sot pra të konsumit. Institucione publike? Absolutisht. Pra ne shpenzojmë afërsisht sot në të gjithë territorin e bashkisë, pra energji elektrike që paguan bashkia, po shpenzojmë diku ke afërsisht në 160.000 euro. Pra janë 160 milion lekë të vjetra që bashkia i shpenzon çdo vit vetëm pra tek ajo që përmenda shpenzime operative. Një ndër zërat e shpenzimeve operative është energjia elektrike. Dhe që është një shpenzim goxha i madh për bashkinë. Dhe ne do arrijmë të mbulojmë brenda vitit 2026, pra me realizimin e këtij projekti me Bashkimin Evropian, të mbyllim dhe të mbulojmë 80% të këtyre nevojave. Që do të thotë, do mbulojmë afërsisht 120 milion lekë që ne do prodhojmë vetë energjinë elektrike për institucionet tona, qoftë për bashkinë, qoftë për pra ky është një projekt i arsimin, për shkollat. Pra është një projekt me Bashkimin Evropian. Po projekt tjetër mirë. Një projekt tjetër është për turizmin. Ai me Mirdita Junik. Mirdita Junik që të dy projekte në fakt janë. Po janë man rajonale, domethënë, siç janë të man komunitare këtu janë rajonale. Ai është projekt për turizmin që në zonën e Kurbneshit, pjesën e Selitës, pra Lufajt konkretisht, do të ketë një projekt që do të realizohet për turizmin. Është një zonë që është në vëmendje për turizmin, qoftë për tipologjinë e kullave, të historisë që ka, natyrës mrekullueshme që ka, por edhe monumenteve natyrore si shpellat që janë në Lufaj. Aty do të ketë një projekt tjetër që do bëhet mbi kanjonin e Lufajve. Po. Dhe do të jetë një projekt shumë i mirë për turizmin, dhe që presim ta realizojmë edhe aty brenda 2026. Po, dhe plus kjo bashkëpunimi me Marianën, me Graf, që duhet përmend Graf ka një ndikim të jashtëzakonshëm. Pra, ndihmesat që Mariana Graf bën për këto zona që janë, po themi, të mundshme për të zhvilluar turizmi. Ajo ka ndihmuar qoftë në Lufaj, qoftë në zona të tjera, në Katunin e Vjetër, në Rubik, në Spaq, pra që ka ndihmuar qoftë familje për të restauruar kullat, për t'i kthyer në pika agroturizmi, bujtina, që mund të shërbejnë për turizmin. Dhe në këto zona, pra, përveç ndihmës që ka dhënë Mariana Graf, janë projekte tjera të Bashkimit Evropian që do ndikojnë dhe do ndihmojnë për të rritjen e turizmit në Mirditën. Dhe ky projekt i Mirdita Junik, konkretisht për turizmin, është ndërtimi një shtegu turistik në Lufaj dhe një urë pasarel shumë e bukur mbi kanjonin e Lufajve. Ai do të jetë madhështor. Do të jetë po, është një projekt i fituar në Bashkimin Evropian që gjatë kohës që u bisedojmë, do t'i çoj Gledi si ca foto nga ajo, kështu sa shumë e bukur. Shiko, e rëndësishme është që të kuptojmë qasjen që Bashkimi Evropian ka për të investuar. Bashkimi Evropian nuk investon në ato që ti ke dëshirë. Investon në qasjen që ajo mendon që zhvillohet zona. Pra, njërisi është panelet diellore ose energjia fotovoltaike, energjia pastër. Pra, ata kanë synimin të investojnë ato gjëra që mendojnë që edhe që zhvillohet zona, dhe kjo është aftësia edhe institucioneve lokale të përthithin dhe të kuptojnë
ku mund t'jetë më i mundshëm investimi që Bashkimi Evropian don të bëjë. Pra nuk t'jetë Bashkimi Evropian investimi për infrastrukturë. Qo mira projekte ti, rrugë, nuk ti investon rrugë. Ajo investon pikërisht në ato që ajo mendon se është. E qartë. Ndërkohë që në binjakëzimet që kam vure, është një binjakëzim interesant është me Itali, që ka kohë, por më pëlqeu edhe mënyra se si u bërë një tip workshopi, ishte shumë interesant ai që u bërë edhe në Rrëshen, por edhe ajo që ishte bërë në Itali. Si eksperiencë që mendon që ai model duhet shtrinjet në mirë ditë? Shiko, nëse ka unë paktën kështu e konceptoj, jo për ta thënë politikisht, por nëse ka një mundësi të ardhën mirë ditë, që të nxitet bujqësia, që të nxitet doktoria është ajo. Mirëdita dihet që është ndërtuar në këto komponent, bujqësi, plektori. Pra, paktën historia jonë në këto komponent. Po e kam pasur e thu vazhdimisht edhe bujqësinë me njëri tjetrin. Ti e ke dëshirë edhe vetë si natyrë. Po është ndërthurur ajo, sepse terreni këto të ofron. Po. Nuk të ofron bregdetin e ka lesha. Po ti ke punu ndonjëherë vetë, për shembull, ndonjëherë kështu? Në bujqësi po. Ke punu atje në Selisht, atje ke punu? Në Sarrish. Sarrish, në fakt. Kam shtëpinë atje, kam pronat e parëve të mi. Në fakt, kur të kam ndjek ca video, kam thënë pse bën këtë. Edhe pasaj kur pash, edhe të kam ndjek, edhe në këto seminare, dhe në këto gjërë shumë, që i kem shu këti fakti që mirëdita duhet zhvillohet, edhe binjakëzimin që bën në Itali e Emirat, kam thënë kështu që gjatë kohës që po bisedojmë na transmetohen të pamjet ku Berdi është në një kështu, ishte i mirë ai. Qa mjeti isha i mirë në punës? Ajo është... Ishte fantastike. Shiko, unë... Edhe e drejtoj e mirë me qëtësin tonë olimpike. Unë e kam pas pasion dhe vazhdoj ta kem pasion, sidomos breshtarin, pemtarin. Janë punë që realisht mund të jenë punë fizike që lodhesh fizikisht, por që më lehtësojnë, po themi mendrisht. Dhe nëse gjej një qetësi në një gjë që bëj, është ajo. Aty gjej një qetësi dhe një ngrohtësi. Aq më tepër kur shërbej me pronave janë të parëve të mi që janë të shikuar dhe vazhdoj të jenë një jetë, po themi në kuptimin e zhvillimit dhe të përdorimit. Atje kam i vresht, përpiqem të gjej kohën, megjithëse tani kam shumë vështirë, por përpiqem të gjej kohë ndoj shtunë, ndoj diele që dal atje dhe i shërbej, i mbaj, i përpiqem ashtu siç në fakt çdo familje miratore ka pas zakon që qoftë raki, verë, tiket të vetat, përpiqem sërish të bëj atë. Okej, atëherë të shkojmë pak me një kronik në Itali. Si e ka ajo familja që ishte një dinasti prodhimesh që ishte ajo me përmeni shumë gjëra. Ajo është Madeo. Ishte shumë interesant ajo. Është familja Madeo. Më pëlqeu shumë dhe bani një shpjegim fantastik aty. Ne kemi bani binjakësim me San Cosmo Albanese, një komunë në Arbreshe, në provincën e Kozencës, dhe që aty janë një grup komunash Arbreshe, që ne kemi patur fatin t'i vizitojmë dhe t'i njohim nga afër, e të njihemi edhe me Arbresh që janë atje, që jetojnë atje. Dhe njëri nga ata Arbresh që është atje, është edhe familja Madeo, në fakt ka ngrit realisht një perëndori biznesi, po themi, ta quaj kështu. Prej 40 vitesh ka një fermë, ka disa ferma që rrit dhe ushqen derrat. Pastaj ka fabrika që prodhon dhe nxjerr në treg nën produktet e mishit, qoftë sallamerie, prosciutto etj. Pra është me eksperiencë në atë fushë dhe që ai vazhdon të shtrihë bashkëpunimin e tij dhe ndërmarrjen e tij tashmë edhe në qumshtin, edhe në të tjera nën produkte të mishit dhe të qumshtit. Dhe nga aty lindi në bashkëpunim edhe me operator dhe me biznese në Shqipëri, lindi ideja po themi zhvillimit të saj. Dhe që ndërtuam një plan trepalësh, bashkë me dhomën e Tretis. Me Nikolinin. Me Nikolin Jakën, me kompaninë Amadeo në Kozenca, pra në komunat Arbreshe, dhe Bashkimi.
Pra, duke në një vizitë që para disa kohësh ishin Mirdit, ne i njohem me Mirditën, vizituam gjithkund Mirditën aty ku mund të patjetër ku mund të ushtrojë këtë lloj aktivitetesh, edhe që ram dakord që të bëhen një plan biznesi i mirëfill konkretisht për familjet mirditore, edhe për kompaninë Amadeo. Dhe të gjehej u bën një studim që mund të kooperohej mes familjeve mirditore dhe kompanisë. Dhe prodhuesit kryesorët ishin familjet Mirdit, në 3 fusha. Dhe prandaj edhe para disa kohësh u bë prezantimi i planit dhe në fakt sot jam shumë i kënaqur që ka një goxha interes dhe në rritje nga familjet mirditore. Kisha pak skeptik, por që duket që ka një interes në rritje, sidomos për rritjen dhe mbashtrimin e derrit, dhe që një sër familjesh mirditore janë të interesuar në këtë komponent. Dhe mendoj që nëse do arrim të konkludojmë që familjet mirditore të prodhojnë, kjo kompani që është në Itali do vit të ndërtojë në Mirdit, qoftë fabrikën e përpunimit të mishit. Pra, familjet mirditore prodhojnë me lëndën e parë që janë derri, mishi derrit, dhe kompania ndërton fabrikën e Mirdit dhe bëjmë njëkohësisht edhe atë markimin e një produkti prodhimi që vjen pikërisht nga Mirdit. Nga Mirdit total. Po, është e mundshme të operohet edhe me qumshtin, qoftë me gjedhet, me lopët, apo me dhit, pra me blektorin, të ndërtohet një fabrik e përpunimit të djathtit dhe të qumshtit. Dhe njëkohësisht është një variant tjetër shumë i mirë, që familjet cilat kanë tokë bujqësore të mund të prodhojnë specin djegës. Dhe po në Mirdit të ndërtohet një mini fabrik që prodhon këtë pjesën e pipernave që prodhohen dhe që përdoren për ushqime. Për shkurt duhet një kthy prodhimit. Duhet punojmë për ta kuptuar që ne edhe në këtë emision me zotin Milyshi ta inspirojmë të lëvizja bashkë më tepër që një medje duhet ta ketë të gjithë veten. Le të ndjekim një kronik atje, se pikërisht shkojmë në krahinën në Arbreshe. Ta ndjekim tani. Në vijim të bashkëpunimeve italo-shqiptare dhe Bashkia e Mirditës pas binjakëzimit me një prej komunave kalabreze, tashmë po synon bashkëpunimin në fusha të ndryshme me qëllim nxitjen e zhvillimeve sociale-ekonomike. Kryebashkiaku i Mirditës, i shoqëruar nga disa biznesmen shqiptar, përfaqësues të dhomës së tregtisë dhe industrisë, zhvillua një vizitë në Kozanës të Italisë me qëllim shkëmbimin e eksperiencave dhe thellimin e bashkëpunimit. Në këtë kuadër, sipërmarrësit shqiptar të kryesuar nga Nikolin Jakaj zhvilluan dhe një takim me rreth 70 sipërmarrës italian. Gjatë takimit me delegacionin e dhomës së tregtisë së Tiranës, vizituan disa ndërmarrje kalabreze të zonës sonë. Delegacioni zgjodhi të vizitojë dhe një nga prodhuesit e verërave, një pasuri me origjinë kalabreze që prodhon vera me varietete autoktone. Kemi vizituar prodhues të qumshtit në qendrën e qumshtit të Kalabrisi dhe prodhues energjie të rinovueshme, dhe tani jemi në vreshtat kalabreze. Vizita ishte shumë befasuese edhe për ne, sepse po vërejmë më shumë mundësi bashkëpunimi me Shqipërinë. Mund të eksportojmë produkte apo të bashkëpunojmë me sipërmarrjeve. Kemi disa mundësi për të krijuar marrëdhënie tregtare me Shqipërinë, si dhe për të investuar potencialisht në territorin shqiptar. Na intereson veçanërisht të hapemi drejt tregjeve të reja dhe nëse ekziston mundësia për të furnizuar tregjet shqiptare me produkte të shkëlqyera që ofron bujqësia kalabreze, kjo është padyshim një mundësi e madhe për ndërmarrjet tona. Për kryebashkiakun e Mirditës Albert Milyshi, bashkëpunimet të tilla japin rrugë zhvillimeve ekonomike dhe promovimit të produkteve vendase. Po përpiqemi të gjejmë bashkëpunime, të bëjmë edhe bashkëpunime ekonomike që janë të investimeve në sektor të ndryshëm në Mirdit, dhe kjo është pikërisht vizita sotme që jemi këtu për të parë mundësitë se si dhe çfarë mund të bëjmë në Mirdit në interes të qytetarëve mirditorë, në mënyrën që dhe ata të preken pikërisht nga ky binjakëzim dhe të përfitojnë edhe qytetarët të dy komunave tonë.
Vizita e sipërmarrësve shqiptar pritet të pasohet nga një tjetër vizitë e kolegëve të tyre italianë në zonën e Mirditës, çfarë pritet të ndikojë në ndërtimin e urave të bashkëpunimit me fermerë lokal dhe biznese të tjera të zonës, kryesisht në fushën e agroturizmit. Kjo ishte kronika dhe kjo është edhe pjesa e parë e këtij emisioni. Jam me zotin Albert Milushi, kryetari i Bashkisë së Mirditës, edhe në pjesën e dytë do flasim kryesisht për investimet si që vinë nga qeveria federale dhe çfarë ka ndodhur me projektet, çfarë po bën bashkia, çfarë po bën vetë kryetari i Bashkisë, si ka marrëdhënie me kryeministrin, me ministrat e tjerë me radhë, do i themi në pjesën e dytë. Mirë, po flitim për investimet. Është një pikë e ndjeshme, njerëzit janë shumë të ndjeshëm ndaj kësaj. Unë kam parë në takim me kryeministrin disa herë. Sa herë që u ka ftuar, keq edhe ti, edhe Hila, edhe Roku, edhe tjerë, në fakt keni thyer një akullin, po keni thyer edhe linjën politike nga i herë kështu. Dhe keni marrë qëndrim që mbarë sekretari i bashkisë, kur je kryetari i bashkisë, politikën e shef me sy pak ndryshe, e shef ke fushata që vjen për të kandiduar ose për të rikandiduar, tjerë janë mohabete tjera, por kur vjen puna për menaxhu, është mohabet tjetër. Megjithëse keni shkuar atje, a keni marrë ndonjëherë benefic nga këto takime që keni pas me kryeministrin, apo sërish jeni pa me syrin e njerëzës? Shiko, në këto dy vite e gjysmë, në fakt, ne nuk kemi pas asnjëherë orientim politik të shkojmë apo mos shkojmë në këto takime. Orientimi është lanë i lirë me vendosjen e vetos vetë kryetarëve të bashkive që si duan ata të veprojnë. Nuk kemi pas nxitje për të mos shkuar apo frenim. Ka qenë thjesht iniciativë dhe vendosmëri jona që ne të jemi, edhe aty nuk shkojmë vetëm për vete. Shkojmë për të ngritur zërin për nevojat që kanë qytetarët e bashkive tona. Dhe konkretisht, unë shkoj aty për të ngritur zërin për mirëditorët, për investimet që nevojitën mirëditë. Shpesh, ajo që unë kam parë për këto vite demokraci, shpesh shoh që qeveritë kanë qasje të investojnë ato që janë prioritetet tyre, dhe jo prioritetet të komuniteteve apo të bashkive. Dhe shpesh, unë mund të them edhe investimet që kanë ndodhur vitet e fundit mirëditë nga qeveria, por që s'kan qenë kurrë dhe s'janë prioriteti bashki. Sot, nëse do flasim për cilat janë nevojat më bazike të investimeve të qeverisë, ne mund të përmendim infrastrukturën, mund të përmendim paditjen, mund të përmendim linjat elektrike. Pra këto janë domosdoshmëri, po themi në lehtësimin e nevojave dhe të kërkesave që kanë qytetarët. E çfarë konkretisht keni quajtur projekte për këto dhe që ta ti lojë njerëzit ti dinë. Tani unë më të them që për infrastrukturë rrugore, projekti më i ri i dërguar para 3 javësh në qeveri është projekti i rrugës Oroshit dhe të pjesës për pjeshkës në Shetit, po. Dhe që kap nga autostrada mashtërkor Lisat e Marpeves, që ne e themi, gjitjen për Kodër Kolike. Kodër Kolike dhe pjesa shkurt që shkon në Delta. Shkon në Delta, por edhe një lidhje historike me Sarajet. Një projekt i rrugës së Nanshetit dhe rrugës së Roshit, ndër projektet më të mira, i bërë nga studio realisht serioze, me buxhetin e bashkisë, dhe që realisht është projekti më i ri që qeveria ka. Dhe është projekt interesant dhe meriton zemra e Mirditës, ku për herë të parë thirrën emrin Mirditë, edhe historikisht. Edhe pikpamjen e zhvillimit. Është pikpamjen e zhvillimit, sepse lidh besimin, po themi lidh abacinë e Oroshit, lidh Sarajet e Kapedanit dhe lidh Bjeshkën, që sot për turizmin është ndër zonat më të bukura që mund të shkojë. Dhe më të veçanta, se me emër shenjti veç Ikrahin Baskë, Spanjës ka, edhe i dyti në Europë është kjo. Pra është ndër projektet më ju e keni dërguar këtë projekt? Është i dërguar. S'keni marrë përgjigje? Jo. Deri tani? Akoma s'kemi marrë përgjigje, dhe në fakt një nga bisedat që unë kam pas me kryeministrin, gjëja e parë që më tha, shiko, më dërgo projekt.
Sa I thotë jam edhe nga Oroshi, mos I origjine e hershme. Pikërisht edhe lidhja Aja ke projekt të sëndimen. Lidhja që mendonte me Oroshin ishte edhe pikërisht kërkesa që tha po sillet projekte në Oroshi. Dhe këtë kam bërë në fakt që projekti më I fundit me riu. Por nuk mungojnë projektet në infrastrukturë, që është rruga Veles. Rruga e Veles. Rruga e Veles ka një 15 vite, mos më tepër që është bën një herë një projekt, është diskutu, tha do bëhet dhe nuk u bë. Ju e keni çu si projekt? Është, po të them, 3 projektet më 3 janë rruga e Konajve. Rruga e Konajve? Që lidh fanin, qendrën fanë me Konaj. Nga qendër sipër, po, në Konaj, po. Pra rruga Oroshit. Pa janë çu, edhe kjo është çu. Janë projekte krejtësisht të reja. Pra janë tek Ministria e Infrastrukturës dhe tek Fondi Shqiptar I Zhvillimit. Pra qohen në të dy institucionet. Pastaj janë projektet që janë ripar dhe rirregulluar sepse projektet duhet të përshtaten çdo vit që të dorëzohen, pra të rifreskuara, qoftë në zërin e punimeve, qoftë në çmimet që ndryshojnë, bien dhe rriten vazhdimisht, dhe që duhet të qohen në përshtatje me kohën kur ti I çon ato, me momentin, dhe që rifreskohen vazhdimisht. Në projekte në vaditje, projekte në rrjetet të ujtëpishëm, qoftë rrjeti I brendshëm I Rrëshenit, Të ujtëpishëm. Pra janë për projekte që janë për Repsin, se vazhdimisht qanë Repsin. Për Repsin, në fakt që vjet, është parashikuar në atë, po themi, buxhetin e afatmesëm që qeveria parashikon. Është parashikuar që vjet për vitin 2026 ndërtimi I rrjetit të ujësillësit të Repsit, të Oroshit. Dhe si vjet pretendohet që është pjesë e buxhetit të këtij viti, pra që po miratohet tani. U shpresoj që deri me miratimin nen për nen të buxhetit që bëhen gjatë muajit dhjetor të mos ndryshohet, por deri tani di që është I përfshirë në buxhetin e 2026 ndërtimi I rrjetit të ujësillësit të Repsit. I vetmi në fakt projekt që është miratuar për Mirdita. Për malet, se nga herë kam pa që të kritikojnë shpeshherë. Malajgjit. Se thot Bertin që kemi nga Antonas për nga ban rrugën e malet. Po, unë mendoj kështu, mendoj që duhet, pra, nëse duhem të analizojmë se bëhet apo nuk bëhet një punë, duhet të shohim sa janë mundësitë ekonomike. Nëse në familje ti ke të ardhur më pak se sa ke nevoja, atëherë ti se bën dot. Pra si plotson ato nevoja. Unë do doja që kisha edhe të mbyllja brenda mandatit gjitha këto projekte që kam, por kur mundësia ekonomike nuk është, atëherë nuk mbyllen dot. Projekti I rrugës Maleve është 5 milion euro. 5,5 milion euro. Më thuaj ti kur mund të mblidhen në Bashkinë Mirdit 5,8 milion euro. Jo, dot nuk e bën dot me, normal që se bën dot me. Se këtë investimi 10 vite të ardhur dhe Bashkisë Mirdit duhet të shkojnë atje, normal që nuk do bëhet ajo. Pra me buxhetin e Bashkisë. Por flas kështu, e di pse e them se përmenda këto fshatra po ti përmend kështu në mënyrë vazhdueshme. Para një 10 ditë 2 javë që unë kam lexuar, prandaj kjo është qëndrimi disproporcional në mënyrën se si investohen bashkitë në Shqipëri, dhe për mua kjo është gjëja më e keqe, për të mos thënë gjëja më e poshtër që bëhet në funksionimin e këtij vendi. 17 rrugë ka mati që ka mbyll para 10 ditësh të asfaltuar në zonat e fshatit. Më me Matsuku dhe me njërin me tjetrin me radhë. Dhe kam thënë, okay, po kjo bashkia jonë, as janë zot me bën projekte, një, e dyta, apo janë to inspirimet. Sepse kjo është normale që këtu, nëse një fshat, po them, ka kaq. Unë do ta kem Pirin Drajvon këtu, dhe kam shumë dëshirë të bisedoj me Pirin, për mënyrën, për mua është një kryetar punëtor, I ka gjithë njëri tjetër, por që të ketë, ku diun, një fuzion investimesh të përlagje gjitha ne etj me radhë dhe poshtu dhe mati, poshtu dhe edhe klosi, shumë mirë që I bëjnë, por pikërisht Mirdita këtu, pra Mirdita këtu nuk ka fare, ose të marrë një investim tjetër, realisht. Investimi që po bëhet është 34 milion euro, është në zonën e Ulzës, që po bëhen dhe mole të tjerë, dhe bravo I qoftë atij në Shpani që I ka bërë këtë lobin, që bravo I qoftë për këtë punë, them shumë mirë. Po 4 milion euro të jeda si lektej, të më kufi, kjo domethënë është disproporcionalitet, diskriminues ka herë, do të thënë kjo shprehje. Bëjmë analizën çfarë prodhon Mirdita. Po. Pra, prandaj duhet pa mbështetja ose jo e qeverisë, prandaj duhet pa orientimi politik që shpesh mbajnë qeveritë në Shqipëri.
Pra nëse sot Mirdita prodhon, po themi, ose furnizon arkën e qeverisë me mbi 50 milion euro në vit, atëherë mendoj që më minimale... Mbi 50 milion euro? Absolut. A i ke nxjerrë këto shifra? Sa është interesant që ta dinë njerëzit. Pra, domethënë kemi ke hecët, tani pikërisht po them, pra Mirdita në arkat e qeverisë çon mbi 50 milion euro. Po. Tani po qeveria sa fut për një vit? Kjo është pra proporcioni ndarja e drejtë e investimit. Parave publike. Po, parave publike. Pra nëse në Mirdit i mbledh 50 milion euro, atëherë po i marrim mirëqen prioritetet qeveritare. Pra qeveria ka prioritetet e saj. Por në proporcion me këtë shumë që mbledh një përqindje, që mund të kalojë 20-25% do të kthehet në burim. Pra do të kthehet aty ku mbledhet. Sepse ndërsa i paguajnë, ata kërkojnë kthimin në investime. A ja ke zgjuar kryeministit me këtë frymë, me këtë shifra? Në fakt të kohët e fundit u bën vite gjys që drejt për drejt nuk jam takuar, po themi të bisedojmë drejt për drejt përveç në grupe. Po deputet, si shkon me deputet? Por që unë të them dje në Komisionin e Ekonomisë. Okej, se do flasim për atë pjesë. Do ta flasim pak më zgjeruar atë pjesë. Tani për sa kohë në arkat e qeverisë mblidhen 50 milion euro në vit nga Mirdita, atëherë si mundet që Mirdita të lehet me certësi? Po them pra që projektet janë në përsyrtare, të pafinancuara. Okej, sepse është mirë që ta dinë, prandaj thash e mendova kur ta thras Bert me Lyshin. Edhe mendova se fatikisht është shumë mirë me të ndjek tani njerëzit. Edhe militor, po edhe të tjerë, me të ndjek, me këto gjëra që po i thu tani. Se ngaherë nuk i ndjekin shumë në përmbledhje, Bert. Jo, edhe funksionon kjo. Por gjatë kohës që po vinim bashkë dhe po bisedonim për të ardhur nga hecët. Edhe Mirdita çfarë jep, tani po më shmehen që më thaje që jep kaq. Dhe janë sistemi i furnizimit me energji elektrike i pa investuar tash sa vite, si ma the pak shumë. Dy gjëra du me kap. Një ari që ka rënë telat, ani nga zona e Roshit, kishte rënë telat elektrike, është shumë interesante. Ka rënë ari i shkret atje në majë telave. Edhe e dyta, që është gjëja më absurde, është rruga Bukmirës, që e lidh dhe Kaqinarin më afër pasaj. Çfarë ngjet me të? Si ka mundësi që nuk investohen Mirdita edhe pse jep kaq shumë për energji elektrike? Prandaj folim për këtë shpërndarjen e padrejtë ose mos kthimin në burim të atyre parave që prodhohen. Pra sot Mirdita mund jetë afër ose prodhon afërsisht 20% nevojave të kombëtare në energji elektrike. Qoftë me hidrocentrale qafmollës apo me shumë hece që janë ndërtuar nëpër Mirdita. Dhe sot mbi 50%, 60% e linjave elektrike, kryesisht në zonat e Fanit, Kurbneshit, të Roshit, po edhe të zonave tjera, Kaqinarit, janë linjat e vitit 1975, herë ku është ndërtuar për herë të parë linjat elektrike në Mirdit. Pra qoftë me shtyllat elektrike, qoftë edhe me po themi telat e linjat e tjera që janë ndërtuar. Dhe sot ke një amortizim total dhe shpesh i foli për një ari, por në Lufaj, në Trang, në Kurbnesh, ne kemi bakti, cilat ju kanë ngordh për shkak të linjës poshtë, linjën nëpër Çolisa, linja elektrike. Dhe shtylla elektrike apo riparimet që bëjnë vetë banor, është realisht e pafalshme. Dhe që ne, po themi, drejtohemi nga një drejtori në Burrell, por që nuk përmbush nevojat që ka Mirdita të sektorit energjetik, por të mos thanë pastaj që nuk ngrin zërin për linjat elektrike që janë në Mirdit. Dhe të prodhosh 20% nevojave kombëtare për energji elektrike. Dhe të kesh këto probleme me energjinë elektrike ndodh vetëm paradoksi i madh në Mirdit. Apo në Shqipëri, po themi sepse edhe bashkitë tjera kanë këto lloj proporcionesh të drejta. Dhe
fola për, po e përmend sërish Komisionin e Ekonomisë, Komisionin Parlamentar të Ekonomisë. Pra, sot në Mjerdit prodhohet minerale, prodhohen bazalte, prodhohet energji elektrike, janë gjitha këto prodhime që dalen nga Mjerdit. Dhe renta minerare nuk kthehet në Mjerdit. Renta minerare është një zë i cili kompani pasi e paguajnë në shteti ka detyrimin ta kthejë në zonën e prodhimit të mineralit. Sa përqind jep shteti? Sot për sot është me ligj 5% e prodhimit të kthehet në formë investimesh në territorin ku është prodhuar. Ajo thu sa shifra të vërteta, Bert, sepse ka llafe dy jaje. Na i thuj që i kështu domethënë. Për shembull, këto vite që je ti. Sa ke marrë nga renta minerare, nga taksat? Tani, sa ke marrë ke Teta Albania, sa ke marrë te AN Energy? Domethënë, sa japin se këto investimet ndonjë. Sa merr nga gurorët, po marrim edhe gurorët që bëbahet në rubrikë. Sa merr dhe kur do të disiplinohet kjo punë, sepse do ta sillin pastaj datë kronikën atje. Kjo është mekanizëm që i ndërton me ligj qeveria. Që do thotë, në Mjerdit, pra operojnë gjithë këto kompani, të cilat marrin minerare, marrin lëndën e parë. Po të them që një pjesë e bazalteve që prodhohen në Mjerdit shkojnë në Holland, në Austri, në Itali, pra ndërtojnë autostradën në Itali, ndërtojnë hekorudhën në Itali, në Austri, në Holland, dhe kur shohim se si është problematika rrugëve në Shqipëri, është të merr në Mjerdit. Dhe përqindja që duhet kthej qeveria është, pra thash 5%. Ajo që ndodh shpesh është me mos kontrollin si duhet nga ana e qeverisë, nga ana e drejtorisë së tatim taksave, apo edhe e Ministrisë Financave, po themi, vitit kalendarik të një kompanie, se si është ndërtimi i financave të saj dhe se si i trajton. Po, e qartë, unë e përkthej se ka evazione fiskale, dihet kjo. Ky evazion pastaj të kthen në atë që renta minerare bie në zero. Për vitin 2023, për vitin 2024, bashkia ka marrë zero rentë minerare. Zero fare. Më fal, për vitin 2024-2025. Për vitin 2026 renta minerare që është ardhur nga qeveria për Bashkinë Mjerdit është 121.000 lekë preja. Pra 1 milion lekë. 1.210.000 lekë. Një rrugë, më pak se i rrugë minatori. Më pak se i rrugë minatori. Pra renta minerare për një vit në Bashkinë Mjerdit është 1 pikë. Pra e keni pas drejt që keni përtit, shqyqysh i përtitit i herë, Bert, aty ke komisioni. Po patjetër, unë isha dje në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave dhe ndër shqetësimet kryesore që ngrita është ky. Kontrolli që duhet të ketë shteti ndaj këtyre kompanive dhe rritja e rentës minerare për bashki. E që ta besoj njerëzit, Bert, se ke qenë aty. Unë pashtë në fotografi herë, pasaj poshtë kronik. Ata japim atë kronikën shumë dhe pasaj flasim pak për të. Po të ndjekim kronikën në takimin kanë qenë disa kryetarë bashkisë, në Komisionin e Ekonomisë, ku ka qenë edhe zoti Albert Melyushi, kryetari i Bashkisë Mjerdit. Ndiqi çfarë shton aty. Këtë të mërkur, Komisioni i Ekonomisë zhvilloi një seancë dëgjimore me përfaqësues të shoqatës kombëtare të bashkive të zgjedhurve vendor në kuadër të diskutimeve për projekt buxhetin e vitit që vjen. Kërkesat kryesore të kryetarëve të bashkive kishin fokus rritjen e fondit për qeverisjen lokale, shlyerjen e borxheve të prapambetura të bashkive. Duke marrë shkas edhe nga gjendja e disa zonave në jug të vendit, për shkak të përmbytjeve, kryebashkiakët kërkuan që të disbursohej fondi i emergjencës civile, çka nuk është bërë prej disa vitesh. Flas për rastin specifik që është bashkia e Pogradecit, për edhe disa bashki të tjera që kanë trashëguar borxhe nga reforma territoriale 2015-s. Pogradeci ka trashëguar rreth 6 milion euro borxh, e kanë shumë të domosdoshme që ndoshta s'ma jepni falas, një grant, po të paktën vetëm për këto që janë me vendime gjyqësore, se të tjerat do mundohemi të shtrëngojmë të rritim performancën akoma më shumë.
që t'i lajmë vetë, po këto me vendime gjyqësore ne s'mundemi. Një propozim që krijoi debat mes kryebashkiakëve dhe kryetarës së komisionit ishte edhe rishikimi i fondit për rritjen e pagës minimale nga janari i vitit të ardhshëm. Zëri i parashikuar në këtë transfert nuk e mbulon të gjithë fondin që për rritje pagas. Kështu që mendoj do kërkohet që nga bashkitë të mbulojnë rritjen e pagave, qoftë edhe pagën minimale nga të ardhurat e veta që do të jetë për disa bashki do të jetë e pa mundur që të realizohet. Ne kemi një ligj organik buxhetit shtetit, këto nevoja që ju i zbërthyet në detaje ka nevojë për ndryshime në ligjin organik buxhetit shtetit. Deri tani e dini që buxheti ka kaluar në parim, prandaj duhet filloni dhe vetë punoni pak për të parë strukturën e pagave në bashkinë tuaj. Për vitin 2026 transferta e pakushtëzuar për bashkitë arrin në vlerën 47.3 miliard lekë ose 1% e prodhimit të brendshëm bruto, aq sa është edhe përcaktuar edhe limiti. Mirëpo shoqatet e bashkitë kërkojnë që fondet të rriten duke qenë se janë të pamjaftueshme për të përballuar të gjitha ndryshimet klimatike apo edhe për të rritur investimet në territor. Okej, rikthehemi pas saj kronike. Shiko tani, në këtë kronik ku janë dhënë dhe rekomandimet. Janë dhënë rekomandimet aty dhe ke fol. Keni fol dhe ju. Domethënë, çfarë keni kërkuar? Se unë shoh rekomandime, rritje progresive transferet pakushtëzuar mbi 1% të GDP-s, e ka kjo? Mbështetje për bashkitë, vështirësi dhe zgjidhje për detyrimet e parapametura, heqja të VSH për investimet e shërbimet e bashkive, krijimi një fondi dedikuar për investimet vendore, rishikimi i formulës transferës pakushtëzuar dhe reflektuar kapacitetet reale fiskale, përmirësimi i kriterëve dhe rritja e fondit grantit performancës, zgjerimi i fushës taksave të ndara për bashkitë, rritja e përqindjes rentës minerare, që thehet që i ka lënë pushtetit vendor, rritja e fondit për emergjenca civile dhe mundësia mbartjes së tij, standardizimi i funksioneve të deleguar me financimet sektoriale përkatëse. Tani, janë disa kërkesa emergjente ato. Pra, janë të domosdoshme që qeveria duhet t'i shohë dhe të kthejë syt nga bashkia. Një bashki që sot nuk ka të ardhurat e veta është të varur financiarisht. Pra do thotë që nuk është më njësi e vetë qeverisë vendore, është thjesht një mashën e pushtetit qendror. Pra kur një bashki nuk ka finance, nuk ka të ardhurat e veta financiare, bashkia do thotë që nuk është e varur financiarisht nga qeveria. Dhe ajo që ne kemi kërkuar është që disa të drejta që janë realisht tagër i pushtetit vendor të kthehen në ne flasim vazhdimisht për decentralizim. Që atyre viteve pushteti vendor është vetëm centralizuar, që do thotë është mbledhur dhe sot e gjithë veprimtaria e pushtetit vendor është i orientuar nga pushteti qendror. Në vend që duhet të ishte totalisht i pavarur nga veprimtaria e pushtetit qendror. Dhe pra, folëm për rentën minerare. Nëse do kishim rentën minerare apo nëse do kthehej në burim ajo përqindje e të mbledhjes taksave të ardhura që qeveria mbledh, atëherë bashkia, kryetari i bashkisë nuk kishte nevojë të shkonte hyrëve të ministrive, e të kërkonte lobingje, e të kërkonte njerëz se si të përthithin një investim për mirëti. Sepse do i kishte të garantuar të ardhurat financiare të veta dhe do investonte në infrastrukturë rrugore, në arsim, në shëndetësi, në vaditje, në bujqësi, pra do ishte pavarur financiarisht. Dhe kjo jep mundësinë pastaj zhvillimit të zonës. Po marrim komponent të tjerë aty. Pra, nëse bashkia do blej, pagun 20% të VSH-s. Pra, merr grandin që qeveria t'jep. 20% të grandit që qeveria t'jep, ta merr. Ta merr që të formë të VSH. Iku 20%. Merr komponent të tjerë. Këtë vit mendohet të rritet, po themi, paga minimale. Dhe në diskutimet që bëhet është rrit grandi për bashkinë. Kështu paktën promovohet dhe trumbetohet. Grandi për bashkitë është rrit, po themi për bashkinë Mirdit është rrit diku 25 milion lekë të reja. Pretendohet të rritet paga minimale në janar. Rritja pagës minimale detyron bashkitë të paguajë pagën minimale. Paga minimale, pra rritja nga 40.000 lekë të reja në 50.000 lekë të reja, merrat 25 milion lekëshin e ardhur në formë rritje të grandit. Pra që të thotë, ty të rrit grandin një herë në anë,
por që ti imponon shpenzimet në krahun tjetër. Pra, mu po më imponon shpenzimet për të rritë pagën minimale. Me çfarë do të arrisë pagën? Me atë 25 milionishin që na promovon që unë kam sjell si rritje grandi, pra nga një ana tjetër ty të imponon shpenzimet. Dhe në këtë sens them që bashkitë janë, po themi, bashkitë kryesisht malore. Po marrim Pukën, Kuksin, Mirditën, Ibrën, Buqizën, Fusharzin, bashki që, po themi, të ardhurat e tyre nga turizmi janë më të vogla. Bashki si e Lezhës, e bashki të tjera që janë bregdetare, kanë më shumë të ardhur, edhe si shkak i zhvillimit turizmit dhe sezonit veror. Dhe kjo jo mundson bashkive mbushjen e arkave me të ardhura dhe investime më të shumta. Ama bashki që janë të vara kryesisht nga këto grande dhe investime, janë patjetër që janë pastaj të kufizuara në veprimet e tyre financiare. Pra ka shumë komponentë aty që bashkitë i kërkojnë si të domosdoshëm për që qeveria të ndërhyjë dhe të veprojë në mënyrë që të lehtësohen në veprimet e tyre financiare në bashki. Të drejtën nga herë kur thuhet se pse Mirdita vërtet kur ka këto pasuri, se tash në Bazalte është nga bazaret më të mira që ka rajoni dhe Shqipëria dhe rajoni Ballkanit. Absolutisht unë kam lexuar goxha për anën gjeomorfologjike, çfarë paraqet si burim Mirdita, plus pasuritë tjera, hecet e me radhë, e di ku më çon kjo. Mbaj mend që para një 15-20 vitesh po bëjnë një plan strategjik për bashkinë të Shenit, të Rubikut e tjerë me radhë, ishim me Aproderin spanjoll. Edhe mbajmë një nga ato që drejtonte këte dhe na përmend një fshat, sepse komuna do të jetë me kaq numër të vogël. Se ngaherë themi, shiko, po Mirdita po rrudhet, nuk ka njerëz, nuk ka kështu, atëherë pse s'do të ketë as investime, s'do të ketë kështu, është problem shumë i madh edhe mental. Ky edhe aty jam bind sepse thot kështu thot. Ishte një krahin, një komunë, që ishte një fshat, që kishte 100, po ishte komunë, 150 banorë, gjithsej, 150, por to resurset e tjera i jepnin buxhetit, që kishte ajo 20 milion euro në vit. Dhe pranoj edhe Mirdita, nuk është çështje legjende urbane që thuhet nga jera, mos e flem mbi ar, flem mbi kështu. Po mirë, ari ky është, Bazalti, ky tjetër, nën tokë atje me radhë. Pranoj Mirdita nuk e meriton këtë lloj trajtimi. Edhe kryeministi kur bie rasti, inshallah do kem ndonjëherë intervistë do ja them, mos e shif më me këtë sy Mirditën. Si e duke pa me sy diskriminues. Jo, shiko, disësh çështja. Sot Mirdita, paktën nga censusi i fundit i vitit 2023, ka afërsisht diku 35, jo, më fal, 13.5 14.000 banorë. Po, rreth 14.000. Ndërsa në faktik në dokumentacion, ka afërsisht 34.700 banorë. Gjatë verës, një përqindje e madhe këtyre banorëve që jetojnë në Durrës, Tiranë, Lezhë, në zonat pra në qytetet tjera bregdetare, kthehen gjatë verës Mirdita. Dhe në çdo kohë shërbimin tillë ofron. Sot ti mendon që ke 13.500, po gjatë verës ke 20.000. Pra janë bashki malore, bashki që banorët kthehen gjatë verës dhe kalojnë 2 muaj, kalojnë 1 muaj, kalojnë pushime, punojnë, po themi, tokën, punojnë bashtenin e tyre, mbajnë bakti, pra kthehen gjatë verës. Dhe ty ta trajtojnë që rënja e numrit popullsisë bie në raport edhe pastaj edhe me investime. Po se malajt mund të ketë sot, po themi 50 familje, gjatë verës bëhen 100. Apo Kaçinari, apo Fani, gjatë verës kthehen dhe jetojnë atje, në shtëpitë e tyre. Dhe po t'jetë në rrugë gjithandej të mira, do kesh akoma më tepër. Se po t'ishte rruga e Lurës, do kishim se ra puna. Dhe fenomeni që përmend ti ndodh në Itali. Në Itali, pra komuna me shumë pak banorë, që gjatë dimrit mund mos jesh fare, gjatë verës zhvillohet turizmi, zhvillohet, po themi, jeta natyrore në male, dhe turizmi malor. Dhe patjetër që qeveria i ka në vëmendje, investon në rrugë, investon në infrastrukturë. Dhe vëmendja e qeverisë patjetër që duhet kthehet tek zonat malore, tek turizmi malor.
Po të marrim rastin e katunit vjetër të turizmit. Po pse është zhvillohet katuni vjetër në turizëm? Po kështu, me një rrugic aty, 3 metra asfalt, u ngritën mbi 6-7 bujtina, resorte vogla, dhe që sot ka një qarkullim vjetor 60-70.000 vizitor në ditë. Po nëse rregullohet ose ndërtohet rruga Vroshit, ose nëse përfundon rrësh shumë shpejt rruga e Lurës, pra jep një jetë që du ta mbështesim, jam atë meskinitet, do më thënë që është skandaloz kur e shohim mënyrën se i luftojnë. Ata që kanë shtëpi atje më. Jo, ajo është. Po nuk u bë kësaj radhe. Po su bë kësaj radhe s'bëhet më ber. Shiko, unë dje isha në takim tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit direkt pas takimit që kisha me Komisionin Parlamentar. Ajo përmendë këtë rrugën e Lurës? Po si se për këto interesohet. Po këtë do t'i thush edhe ke UEB bashkisë, ti e di se nuk ke qef rrjetet sociale, po duhen. Dhe që jetë pa thënë tani mu këtu, po më pëlqen kjo gjë. Po patjetër që shiko, unë e ndjek, aja është financuesi, Fondi Shqiptar i Zhvillimit është financuesi. Edhe cila përfituesi është Bashkia e Mirdit. Po, cila ishte ajo që projekti do vazhdoj, do mbyllet, do përfundoj. Ajo që unë në fakt u interesova më shumë ishte edhe, po themi, krijimi i disa gjërave që zhvillojnë turizmin në ato zonë. Pra, për shembull, në zonën e Kurbneshit, qyteti ka nevojë për një infrastrukturë dhe brenda qytetit, ura, ka nevojë për ndriçim. Pra, që ti ta kthesh pastaj në një qytet malore. Dhe që, për shembull, sot të them, nëse do gjehej dakurësia, sot ka indicje për investime në Kurbnesh. Do ishte një qytet alpine më të bukur. Po sot mendohet dhe ka banor ish banor të Kurbneshit që janë të interesuar të marrin një nga ato godina, ta restaurojnë komplet dhe ta kthejnë në një hotel. Dhe kështu mund zhvillohet i gjithë po themi qyteza. Edhe e shpëtuam atëherë na dini për ne edhe net vjetërve që e shpëtuam nga një hec i sigurt aty. Po. Aty ka qenë, edhe mu së më shohin me sy të mirë, kam qenë një nga smusit e kësaj pune, por kanë qenë organizata tjera, realisht që kanë luftu fort, edhe u pengua ajo. Pra ajo rrugë e zhvillon, sepse lidh Lurën, lidh qytetin e Lurës. Pikërisht, a di pse unë e them vazhdimisht Bert, edhe në këto reportazhe që bëj. Domethënë, nëse Lura nuk ka kuptim pa paradhomën e vet, dhe paradhoma e Lurës është Selita, gryka e Selitës është një mrekulli. Okej, pjesa e Krojt Bardh, pra aty ka një sëri mundësish për turizëm. Turizëm malor, ai është turizëm shëndetësor. Ti e din se sa familje dalin gjatë verës në zonën e Punorës. Apo në Lufa që ka sërish interes për tek ato kullat, monumente natyre, monumente tjera që janë në zonë turistike e Lufaj. Pra, ka një interes të shtuar të turizmit në atë zonë, që jam i bindur që me ndërtimin e rrugës do shtohen edhe investime. Do kthehen banorët të investojnë në ato kullat e tyre, në shtëpijet, në pronat, dhe jam i bindur që do ketë një zhvillim turistik të malor të turizmit. Shikoj që të vim nga pyetjet e fundit, vim tek kjo se e thash dhe në fillim, domethënë që du që disa gjëra që që u bëjnë kritikë e tjerë, pse jo mos i përmend këtu, që di edhe reagimin, domethënë reagim publik tuaj si kryetar bashkie. Domethënë, a mendon që ke krijuar një administratë fleksibile, një lloj fizharmonike që i shërben komunitetit, apo ke rrjedhje? Jo, akoma. Akoma. Dhe një akoma se ke krijuar? Jo, nuk krijon. Don një administratë don vitet ndërto. E dyta, do të hiqet dorë nga mentaliteti sulme për politikën administrative. Administrata e bashkisë apo e çdo administratë, qoftë ajo në nivel lokal, qoftë në nivel qendror, presupozohet dhe mendohet që është një administratë me profesionistë të fushave të caktuara, e cila pra janë më të përzgjedhur, janë më të mirë që shërbejnë qytetarëve në ato nevoja të qarta. Nëse do sulmojë vazhdimisht administrata me ndrime, me zëvendësime, me heqje, me marrje,
do pengoj puna. I Shqipin do pengoj puna dhe do që donte, pavarësisht se ti mund të bësh të kënaqur një palë apo të pa kënaqur një palë tjetër, në fund do ishin të humbur ata që kanë projekte, kanë punët e tyre të përditshme që dalin nga administratë. Dhe kjo lloj lufte dhe ky lloj sulmi që u bën vazhdimisht administratave, qoftë majtas kjo qoftë djathtas, i trysnon dhe i frustron ato duke i vendosur në momente në faza kritike. Shumë ke rrjedhje të administratës, ke largime nga persona ose profesionistë mund të ishin shumë të mirë të vazhdonin punën në administratë. Lejnë punën, nuk e përballojnë dot trysnin, nuk e përballojnë dot këtë lloj frustrimi dhe largohen. Dhe kjo është e dhimbshme që punojës profesionistë që mund të shërbejnë shumë mirë vendit të largohen Sigurisht specialist humbi Mirdita nuk është pak. Se nuk e gjen dot. Një arkitekt mirë nuk e gjen dot. Një urbanist mirë nuk e gjen dot. Një që merr majtit se sot kemi qeverisje elektronike, dihet që punë drejtimi elektronik. Po sot paktën ka një tendencë sepse edhe një gjë tjetër që ato që punojësit, sidomos në pushtetin vendor largoheshin, është në niveli i ulët i pagave. Sot kanë një nivel më të kënaqshëm të pagave, dhe duket që ka qëndrueshmëri më të mirë. Mos unë kam fillu drejtor kulture 270.000 lekë. Dhe e kam mbyll me 520, 270. Do në tani niveli është i kënaqshëm, tani duhet me punu. Ata që i ke aty duhet të punojnë. Absolutisht ajo po. Kërkesa e llogarisë dhe puna duhet të jetë maksimale. Duhet punojnë. Sepse edhe po themi niveli i pagat ka arritur. E ke një lloj trysnie politike. Do ti nuk do të thush, jo nuk do të thush një herë. Qytetet vogla. I trysni ke kështu. A do të pëlqente më shumë me pas timorin vetëm, sigurisht e dish se Edi Rama luftoi fort me pas timorin vetëm, apo ta ke shumë me këto bashkëkoalicione? Jo, unë kam timorin vetëm. Po. Sepse t'jem i sinqert kret, në mënyrën e ndërtimit të administratës time nuk kam pyetur asnjë. Nuk kam, po të kisha pyetur të ishin qenë shumë më keq. Sepse do ishte krijuar aty një babësitje, vendesh pune që është mentaliteti më i gabuar që mund të ketë një shoqëri. Kur flasim se a krijohen mundësi të reja në Mirdit, hajde të flasim për atë projektin thamë vjen nga Italia. Nëse du të krijojmë një mentalitet që punët e temelave janë në shtet, kjo është mentaliteti. Por duhet hiqet këtë mentaliteti. Sepse të kesh, paradoksi më madh, të kesh një numër kaq të madh kërkesash për punë në bashki. Dhe në krahun tjetër, në sektorin privat, vinë e punojnë nga Filipinët, është absurditet. Dhe, po të krahasosh pagat në bashki të ati niveli, janë më të ulta se sa tek ata që vinë e punojnë nga Filipinët. Pra, po marrim rastin në BTUIL, që është një ndër supermarket që ka më shumë të punësuar. Aty kemi mbi 15, dhe du të kemi respekt për investimet tillë. Absolutisht. Po dhe i kam pa që vinë nga Filipinët. Sepse i kam gjetë të punuar atje. Sepse po vinë nga Filipinët dhe po dhe janë të kënaqur me rrogën, i kam pyetur, ai kënaqur me kushtet, me rrogën të gjitha. Ndërsa nga ne e ka vështirë më shku. Tash nuk mund të them që kjo është pastaj të hysh në detajet ekonomike të familjeve, sa është paga ulët, paga e lartë, por që për sa kohë niveli minimal i pagës është 14.000 lekë, dhe kur një kompani që operon në territorin tonë e paguan mbi 60, do të thotë që niveli i pagës nuk është i pranueshëm. Dhe që një pjesë e madhe e këtyre operatorëve apo këtyre bizneseve paguajnë mbi 500-550.000 lekë pagë minimale punojësve plus sigurimet, është një pagë dintoze, kuptimin nuk them maksimale, pa një pagë për të jetuar në krahasim me aty që ti ke kërkesë në bashki, sepse paga minimale është 40.000 lekë në bashki, 400.000 lekë, me gjithë vjetërsi e tjerë më në shkojë, po themi 420, nuk shkojë më tepër. Ndërsa në sektorin privat ti mund ta gjesh me 550-600.
ti vazhdon të kërkosh në bashki atë që është pak më ullët. Do të thotë që ka një oreks për punë shtetërore, ku ka më pak kërkesë llogarie. Dhe kur e mendojnë që mund ta shmangën në mënyra të tjera. Dhe ky është një mentalitet që është ai ide, mentaliteti i mirës lopës shtetit. Shumë e kollajshëm. Mentaliteti që gjëja e përbashkët është e gjithkujt dhe askujt, po, fiks. Që të shkim nga fundi. U bë 2 vite sa, 2 vite sa vite gjysmë, shpejt, kalën shpejt, dhe sidomos kur je në punë, si je frekuent, edhe ti është lo, a ke thënë me veti se ka aktivitet shumë të madh. A ke thënë me veti në herë që, okay, ose a ndjen që je lo? Jo, nuk e ndjen që jam lo. Nuk ka lidhje me lodhjen, ka lidhje shpesh me atë përplasjen me vetveten që disa gjëra që duhet shkojnë më mirë nuk shkojnë më mirë. Dhe përpiqesh vazhdimisht ti japësh përpara dhe që ti trysnohesh ke ngadalësia e ecjes së gjërave. Kjo më shqetëson më shumë, pra që gjërat të ecin pak më shumë. Jo, e kuptoj këtë, po desha me shku këj gjë, me thënë drejtë nga që unë kam qenë afër kryetarit të bashkive, do më ka ra që ti je më afër edhe ti njoh pak e tipet mirë, një me radhë. Po kam vure, për shembull, shikoj jemi jam lodh, nuk ka shumë bëm, deri ka viti i fundit. Vitit e fundit, kur vjen viti i fundit, ka energji, thotë edhe kështu. Po, thotë, mu marr më punë, s'merr më kur kur fa, veç kur kam pa në listat e kandidimit. Shiko, a ke ndërmend me kandidu Berta ajo? Shiko, një nga mos gaboj, nuk e di, harroj tash se cili nga kryetarët e presidenti i Amerikës ka qenë edhe kryetari i bashkie. Po. Dhe një moment caktuar në përditshmërinë e punës vetë si president, kur në mëngjes rregullohej para pasqyrës, i thoshte vetes si e shumë mirë. Mund të ishe edhe kryetar bashkie. Dhe puna e qenë kryetar bashkia është ndër punë më të vështira që mund të ketë në administrimin publik. Sepse do merresh që nga gjë më vogël, më banale, që shpesh më bie, ndoshta edhe në një punëtor që punon në rrugë, të ndal makinën, i them shimmerë lopatën, kështu punohet, mbushet gropa, hapet kanali, apo të ndalem me punojës të shërbimit pastrimit, edhe për t'i përshnet, por edhe për të pa punën e tyre, apo ndalesh në punë, apo gjërat më të vogla, dhe normalisht ti do ta përfaqësosh pastaj mirëtinë deri në profesin më të lartë të mundshëm. Pra që do të presësh delegacione të huaja, do të respektosh të ardhur, të ftuar, do të përfaqësosh mirëditën në takime në qeveri, në presidencë, me ministra e tjerë, e deri tek niveli të thash, pra përmenda në i ulët i punës përditshme. Pra ka një interaktivitet të jashtëzakonshëm, dhe kjo shpesh ka ditë shumë të këqija, po ka ditë shumë të mira. Do të thotë, ka ditë që je super i motivuar për punën tënde, që merr energji pozitive, po ka ditë që demoralizohesh nga mos ecja e punëve. Po, si të qoftë ka lezetue. Shiko, kur shikon gjëra që shkojnë mirë, ti merr satisfaksion. Do të futem do i herë, po jo pa thotë, do futem do i herë. Po patjetër që. Okej, jo po thuaj tani se nuk e di njerëzit hala. Po sigurisht. Çfarë do bëj Bert Belushi? Shiko, unë kam energjinë për të vazhduar. Për të vazhduar. Okej. Dhe nikosisht absolutisht që jam i bindur që do bëhen punë më të mira, po bëhen punë më të mira. Jo që ta dinë ata që mendojnë tani për me ashtu, me qenë argëntir. Shiko, ambicia është gjë e mirë. Konkurrimi të tjetër. Jo po që ta dinë që do jesh aty, po thuaj sa ta dinë. Patjetër. Pra shiko, unë jetoj mirëditë, duhet shërbej mirëditë. Shumë lehtë kam pas isha në Itali me familjen që kam atje. Shumë lehtë lëviz në përgjithë Shqipërinë, por që unë kam zgjedhur që në momentin që kam vendosur të arsimohem arsimin e lartë, kam zgjedhur të jetoj në Shqipëri dhe mirëditë. Ai ke marrë vendos kështu. Po shumë, ai ke marrë le Dodit. Dodi është shokuina. Dodi është në kopsht. Familja është njësh, rebel numër 1 në kopsht. Familja, dhe ja po them, familja është element më shtrenjtë në jetë,
por që në këtë detyrë janë gjithmonë të lënë pas dore për shkak të detyrës. Dhe nëse ndihem ndonjëherë bosh për shkak të mos angazhimit maksimal ndaj familjes, kryesisht ndaj djalit, që e vetmja kohë që unë rri me të është momenti kur e çoj nga shtëpia në kopsht. Dhe e gjithë dita dhe vetëm e gjej në krevat në darkët sepse nuk e shoh gjithë ditën. Po si të qoftë e tjep leje. Po, dhe atë është më kërkon minimalisht më kërkon një ditë në javë, mos djelash, që ti kushtohem, ndërsa pjesës tjetër e pranon. Okej, e mbyllim me Dollin, ishte kënaqësi Bertmilyoshi që ishe këtu në kuvend. Atë pëlqeu kuvendi? Kënaqësi ishte për mirëditorët e kanë pas kështu, kanë pas kuvendin janë e përhershme, qoftë në tryeza, në sofra, në kisha, dhe unë isha shumë i nderuar që isha pjesë e këtij kuvendi dhe të falenderoj shumë. Duke mbyllur këtu në kuvend në Akrolis TV për qenë së bashku javën që vjen.